Mishtë Top Channel, mirë dita, mirë se vini në Shqipëria Live, do t'jemi së bashku në 2 orët në vijim, ku do ndalemi të flasim për disa tema që i përkasin politikës e krimit në vend kryesisht. Kjo për shkak të zhvillimeve të fundit që nga pasditja e djeshme e deri në këto qaste që flasim. Në momentin që jemi përshëndetur dje, kanë dalë dhe informacionet e para lidhur me mbledhjen që është mbajtur nga grupi parlamentar i Partisë Socialiste, të cilët duket se kanë pasur edhe përplasje me njëri tjetrin. Këtu i referohem asaj të kryeministrit Edi Rama dhe zonjës Elisa Spiropali, ku duket se nuk gjejnë paqe, pavarësisht lajmeve apo komenteve që bëjnë të dyja palët qoftë ballë për ballë edhe larg njëri tjetrit. Kur them larg njëri tjetrit, i referohem këtu publikimeve që bën në rrjetet sociale her pas here apo atyre çarçafëve të quajtur kështu nga ana e kryeministit Rama të zonjës Spiropali. Përveç kësaj, në mbrëmje u bë me dije edhe lajmi ndërkombëtar i arrestimit të Ervin Matës pikërisht në Brazil. Pamjet janë bërë virale kudo, besoj askujt nuk i kanë shpëtuar në rrjetet sociale, në media, në edicione informative dhe jo vetëm mënyra se si u bë arrestimi i tij. Me dokumenta angleze jetonte në një ishull dhe në momentin e parë që është ndaluar ka deklaruar për forcat policore atje se është paraguajan, diçka që shumë shpejt u konfirmua se kishte dokumenta jo reale. Kto që shihni janë pamjet e momentit të arrestimit dhe jo vetëm, pasi ka edhe mediat ndërkombëtare për mënyrën se si e kanë pasqyruar të gjithë informacionin e ndalimit të Ervin Matës, i njohur edhe për drejtësinë shqiptare. Do të mësojmë në minutat në vijim edhe për mënyrën se si do të procedohet pas arrestimit të tij në Brazil, mënyrën se si ai mbërriti atje, se si u kap, me çfarë u gjet, është akuzuar për trafik droge, theksoi edhe njëri tjetër, teksa jetonte si anglez në një ishull. Në momentin e parë që u ndalua, thoshte se ishte paraguajan për forcat policore, të paktën këto janë informacione që vijnë nga mediat braziliane, ende nuk është se ka diçka të konfirmuar. Në njërin kahë të ekranit shihni mediat dhe mënyrën se si është pasqyruar në Brazil, në kahun tjetër momentin e arrestimit dhe një foto të tij me shpinë, nëse e dalloni edhe i rrethuar. Këto janë pamje të shpërndara, siç u thash, vetëm në mediat braziliane, ku tregojnë dhe mënyrën se si është bërë arrestimi, ndalimi apo edhe disa komente paraprake që mund të jenë marrë 39 vjeçarit, i cili mësohet mos ketë bërë fare rezistencë, por menjëherë është ndalur. Ka përfunduar kështu arratia e tij, 39 vjeçari, shpallur në kërkim edhe nga SPAK për përfshirje në trafik ndërkombëtar të drogës, u arrestua në Brazil, ku prej kohësh fshihej duke përdorur dokumente identifikimi britanike të falsifikuara. Operacioni u finalizua në kuadër të bashkëpunimit ndërkombëtar mes policisë së shtetit shqiptar dhe agjensive ligjzbatuese të huaja përmes një operacioni të koduar The Wanted. Sipas informacioneve të publikuara nga mediat vendase, Mata u kap në një lokal pasi policia mori informacione se një person i shpallur në kërkim po lëvizte në atë zonë. Sipas policisë, Mata kërkoi të paraqitej, e theksoi edhe njëri tjetër si një shtetas paraguajan, por u identifikua nga forcat e rendit, të cilat dispononin të dhëna dhe imazhe të tij. Pas verifikimit të identitetit, ai u dorëzua pa bërë në asnjë çast rezistencë. Por se çfarë do të ndodhë me Ervin Matën, mënyra si do të procedojë shteti shqiptar, a do të ketë apo jo ekstradim, për çfarë akuzohet, roli i SPAK-ut në gjithë këto operacione dhe të tjera, ne do ndalemi të flasim në vijim gjëre gjatë. Siç u thash, pamjet që ju shihni janë më viralet në Shqipëri, por edhe të publikuara në mediat braziliane. Fill pasi operacioni u përfundua dhe Mata u ndalua dhe u bë i mundur arrestimi i tij, menjëherë këto video janë shpërndar kudo. Kam në këto qaste kolegen Anila Hoxha, e cila sigurisht do përpiqet na jap më tepër informacion sa i takon mënyrës si është bërë arrestimi, me çfarë u gjet Ervin Mata, flitej për një sasi të konsiderueshme lëndë narkotike, por mbi të gjitha, Anila, apo do të bëhet apo jo ekstradimi i tij? Përshëndes, më thuaj. Përshëndetje, Sidorela. Ervin Mata, sikurse njoftoi zyrtarisht policia e shtetit, është një shtetas i kërkuar për llogari të prokurisë posaçme, sepse në vitin 2023 SPAK janë aprovuar masat e sigurisë ndaj 11 personave, midis tyre edhe për Ervin Matën si dyshuar antari një grupi kriminale, dyshon SPAK, e po ashtu edhe si të dyshuar për çështje të trafikut të drogës nga vendet e Amerikës Latine drejt Europës. Për këtë arsye, ndaj tij nga 2023 i vazhdon të jetë në fuqi masa e kërkimit dhe masa e sigurisë arrest në burg, e cila nuk u ekzekutua gjatë kohës që gjykata kishte shpallur masat e sigurimit personal.
Ervin Mata, në të vërtet, sikur se njoftoi policia, është arrestuar nga ekipet e policisë së Brazilit, ndërkohë që gjatë ditës sotme zyra e Interpolit tregoi detaje të tjera jo zyrtare, duke shtuar se Ervin Mata i shmange i gjurmimit dhe gjithashtu zbulimit të autoriteteve të cilat e kishin vendosur në rrethin me kartel të kuqe, një procedurë e cila ndiqet nga vendet që janë anëtare dhe që kërkojnë shtetas kërkuar përmes Interpolit, duke mbajtur dhe ai posedonte dokumenta të falsifikuara. Zyra e Interpolit në Tiranë u shpreh jo zyrtarisht se midis shumë dokumentave false që i kishin dhënë një identitet të rrem shtetasit Ervin Mata, mosha 39 vjeç, kishte gjithashtu dokumenta false bullgare, njëra prej të cilave përfundonte në vitin 2029 dhe gjithashtu edhe dokumenta false të Paraguajit. Këto i tregon dhe i shpjegon në rrugë zyrtare Interpol Tirana që ka zyrën në policinë e shtetit. Ndërsa pritet të ketë veç detajeve që ka dhënë policia e shtetit, pritet të ketë detaje dhe veprime të tjera shtesë sipas procedurës, që janë përderisa Ervin Mata kërkohet nga gjykata e posaçme, natyrisht që do të ketë hapa kryesor nga drejtësia shqiptare dhe konkretisht nga SPAK që do kërkojë ti dorëzohet Mata drejtësisë dhe gjykatës posaçme për të përballur me çështjet penale për të cilat ai dyshohet prej së paku 3 vitesh, midis tyre edhe për çështjen e trafikimit në një rast vetëm të 240 kilogramëve kokain, episode trafikimit të ngarkesave me lëndë narkotike si Dorela, që shprehen dhe shpjegohen edhe duke përdorur aplikacionin SkyECC, ku sipas SPAK edhe Ervin Mata kishte një llogari të tillë ku nga komunikimet me partnerët gjatë jetimi është identifikuar si përdoruesi njërës prej këtyre aplikacioneve edhe 39 vjeçari, i cili në Shqipëri njihej më herët si një biznesmen, por që hyri në raportimet mediatike dhe hyri në lupën e drejtësisë shqiptare pak vite më parë, atëherë kur pati një përplasje të armatosur në zonën e ish-bllokut në Tiranë dhe ku dolën për herë të parë ata emra të cilët në fakt përfliteshin për botën e nënveshme të krimit, midis tyre Ervis Martinaj, i cili gjendej në lokalin ku u vra truproja e tij, ndërsa antari i forcave speciale të ushtrisë u shpall në kërkim. Një proces hetimor në të vërtetë që pati akuza edhe të Ervin Matës që ishte në këtë grup të përleshjes dhe më pas ai u dorëzua duke deklaruar se nuk kishte qenë i implikuar dhe i përfshirë në këtë ngjarje. Një histori e cila në përfundim as vrasjes së truprojës së Ervis Martinit u mbyll me dënimin e pajisjes me gati 4 vite burgim për ish antarin e forcave speciale të ushtrisë, i cili qëndroi në kërkim, nuk u arrestua asnjë ditë dhe më tej gjithë dënimi i tij u konvertua me shërbim prove, sepse sikur se konstatoi prokuroria e Tiranës, prokuroria lokale këtu në Tiranë, pra jo prokuroria e posaçme, tha se shkëmbimi i armëve kishte ndodhur në kushtet e vetë mbrojtjes ekstreme dhe për këtë arsye për vrasjen Fabio Gaxhës, autori mori papajsi, ndërsa mori fajsi vetëm për plagosjen e një personi tjetër që konsiderua si dëm ansor gjatë shkëmbimit të armëzjarit. Dhe në këtë ngjarje kriminale, natyrisht që u ekspozua edhe emri Ervin Matës, i cili deri në atë kohë për të flitej dhe thuaj se ai ishte një biznesmen. Megjithatë, kulmi i problemeve me drejtsinë shqiptare ishin pikërisht kur u hap episodi i dytë i metamorfozës. Mbasi pati një seri arrestimesh nga metamorfoza që ishte dosja numër 1 që i referoi aplikacionit SkyECC ku dolën emra ish prokurorësh, ish oficer policie, biznesmenësh të fuqishëm e gjithashtu edhe protagonistë të krimit organizuar në Shqipëri. Në episodin e dytë doli gjithashtu dhe emri i Ervin Matës dhe gjithashtu të ish zyrtarëve të tjerë të policisë dhe antarë të tjerë të cilët shikoheshin dhe lidheshin me dyshimet e prokurorisë me disa ngjarje kriminale, por ç'është më e rëndësishme me atë që kishin ditur të bënin grupet kriminale në Shqipëri duke folur përmes SkyECC me ngarkesat e tonelatat e kokainës të porositura në Amerikën Latine. Nga masa e sigurisë atëherë pati disa arrestime, Ervin Mata nuk u arrestua, nuk u bë mundur arrestimi i tij, nuk u bë mundur gjetja e tij në Shqipëri dhe për këtë arsye mbas disa ditëve ai u shpall në kërkim kombëtar, pastaj në kërkim ndërkombëtar me kartelen e kuqe. Çfarë do të bëj SPAK mbas arrestimit të Ervin Matës në Amerikën Latine? E para që ne do të shohim është po se të duhet më shpjegosh vetëm këtë pjesë, Manila. Kush duhet ta bëj kërkesën që të realizohet ekstradimi i tij? Çfarë hapash diqen tani në vijim pasi është ndaluar?
Hapi parë lidhet nga prokuroria e posaçme, sepse Ervin Mata është i kërkuar nga prokuroria e posaçme për llogaritë të drejtësisë këtu në Tiranë, për çështjen e trafikimit dhe si i dyshuar në çështjen e trafikimit në disa episode të narkotrafikut dhe të kokainës me destinacion në Europë, njëra ndër to me një sasi prej 240 kg kokainë. Por përpara se spak të hedh hapin e parë, ne do të shohim nëse ka apo jo Shqipëria marrëveshje ekstradimi me Brazilin dhe si do të realizohet dorëzimi i këtij shtetasi drejtësisë shqiptare, dhe përpara se kjo të ndodh, do të jetë vetë Brazili që do të kontrollojë profilin dhe kartelën kriminale të Ervin Matës, nëse ky shtetas, pra nëse 39 vjeçari ka apo jo probleme me drejtsinë e Brazilit, sepse fillimisht shikohet nëse kush ka të drejtë ta mbajë, nëse Ervin Mata do të ketë apo jo probleme me Brazilin, Brazili vendos nëse e mban, nëse ai do të ketë. Kuptova, po. Brazili vendos nëse do duhet të përballet apo me drejtsinë e vendit të tij dhe më tej t'ia jap drejtësisë shqiptare, por ajo që dihet është se Ervin Mata deri në këto momente, faktë me sa njoftoi policia e shtetit ditën e kaluar, Ervin Mata është arrestuar dhe është prangosur në bazë të një operacioni të mirëmenduar nga autoritetet vendase atje dhe njësitë dhe ekipet e specializuara për llogari dhe si një kërkuar për drejtsinë shqiptare. Është SPAK që jet hapin e parë dhe kërkon, bën procedura dhe hyn procedurave për dorëzimin e këtij stetasi drejtësisë shqiptare. Do të shohim nëse do të jetë mundur, do të realizohet me ekstradim apo me marrëveshje reciproke, apo se si do të jetë dorëzimi i tij përpara drejtësisë shqiptare, që natyrisht do të ketë kohë, do të kërkojë kohën e saj, sikurse edhe për protagonistët tjerë të krimit të organizuar, si Dorela, për cilët janë dashur së paku një vit, 2 vjet, po ka patur dhe raste ku ata janë deportuar brenda 40 ditëve. Pra do të shohim për çështje orës SPAK fillon dhe përpilon dokumentat për të kërkuar ekstradimin dhe dorëzimin e këtij shtetasi për të përballur këtu në gjykatën e posaçme në Tiranë me akuzat dhe me çështjet që ja drejton atij që deri dje njihej si biznesmeni Ervin Mata. Për çështje orësh do shohim edhe hapjen e SPAK-ut për përpilimin e gjithë dokumentacionit të nevojshëm në mënyrë që të kërkojnë ekstradimin e Ervin Matës në Shqipëri. Faleminderit shumë Anila edhe për gjithë detajet që nga 2018 kur nisi të flitej emri i tij në botën e krimit e deri në vijim me sot kur edhe është ndaluar. Faleminderit. Mirë, do flasim gjëra gjatë në vijim edhe për ngjarjen e ndodhur të Ervin Matës, ndalimit të tij në Brazil. Do të kemi biseda me avokat, të cilët do përpiqet na shpjegojnë gjëra gjatë mënyrën se e para si do bëhet ekstradimi. Anila tregoi që do nis përpilimi dokumentacionit sot nga ana e SPAK e deri tek ajo për çfarë akuzohet dhe mënyra si do të kryejë dënimin e tij. Erion Braçe është me mua në studio në këtë çaste. Faleminderit shumë. Mirëdita. Për kohën edhe për prezencën në studio. I kam dëgjuar të gjitha, Erion Braçe do garoj për Bashkinë e Tiranës, do Bashkinë e Tiranës, e kërkon drejtimin e saj dhe kujtoj bisedën tonë të fundit këtu në studio ku folëm gjëra gjatë vetëm për... Mundoha shumë ta thosha atë ditë, po ti nuk ishe interes, kështu që... S'kisha unë, nuk isha interes, po sot kam shumë interes të kuptoj për shembull të gjitha pra paskenat nëse ka të kësaj dëshire tëndes për të marrë frenat e një qyteti në dorë. Për shembull, sa minuta tu deshën të vije deri në këtë studio? Shenjita pyetje që më bëre edhe herë si shkoj. Sepse unë dua të kuptoj pse merr përsipër ta zgjidhësh trafikun. Sa herë vi këtu ke ju, jam në stres se nuk llogaris dot kohën e lëvizjes. Do thëmë, kur nisem më shpejt vi çerekore 20 minuta më përpara, kur nisem në orar vi o fikso me vonesë. Kështu që është e pamundur që ta llogarisësh. Mu deshën sot pak 25 minuta, sepse edhe dalja tek kryqëzimi i shkollës Asil Shanto dhe pastaj dalja tek kryqëzimi i shkollës teknologjike, natyrisht ishin shumë ngarkuar. Apo edhe lagja e re për të cilën kalojmë, natyrisht që është shumë ngarkuar. Po trafiku është një nga arsyet. Po duke ikur nga elementet e veçantë, si në këtë rast që është trafiku, do të thojë që qyteti ka një vit që nuk qeveriset. As vetë qeveriset, as qeveriset nga ata që e morën përsipër ta qeverisnin. Dhe natyrisht qyteti është në një lëngim shumë të gjatë, jo vetëm për problemet e trafikut, por është një lëngim shumë gjatë se takon gjitha shërbimeve, duke filluar nga pastrimi, që është një problem shumë i madh në gjithë qytetin. Edhe nuk është problem thjesht dhe vetëm i bashkisë, por është problem shumë i madh edhe i qytetarëve, dhe të gjitha shërbimet e tjera që bëjnë që qytetari të ndihet mirë, të ndihet pjesë, të ndihet i përfshirë në këtë qytet. Pra arsyeja e parë dhe themelore është pikërisht kjo, qyteti është i paqeverisur dhe i paqeveritshëm tashmë. Mua nuk më bën përshtypje të shoh kudo në për Tiranë, të shoh dhe në rrjetet sociale apo edhe në terren vet.
në këto momente, po lëviz vetëm rreth njësisë 5 që u paracaktua, apo je kudo? Jo. Po lëviz kudo. Në fakt, po i përgjigjem njerëzve, se edhe gjitha kjo iniciativë vjen si një përgjigje ndaj thirrjes së qytetit në radhë parë që ka nevojë, po edhe të popullit të tij, që jeton në këtë qytet, jeton të përditshmën, jeton punën, jeton pushimin, po edhe të gjithë atyre që e kanë mbushur Tiranën plot, dhe e kanë mbushur Tiranën plot jo thjesht vetëm në hotele, po edhe në përlagje, e që janë turistë të huaj. Pra, po i përgjigjem njerëzve që më shkruajnë pafund, më duan në lagjën e tyre, më duan blogun e tyre, kam shkuar, kam parë, kam folur me ta, kam dëgjuar, jam munduar të publikoj, jam munduar të zgjidh, pavarësisht se është shumë e vështirë të marrësh një përgjigje që vlen edhe një përgjigje që është zgjidhje përfundimtare për atë që banorët kërkojnë. Pra, nisi një vit më përpara nga ajo që pash në 105, po për shkak sistemit pash edhe në përnjësitë e tjera të Tiranës. Pra, përpara një viti mendove që Tirana ka nevojë për një ndryshim rrënjësor. Shiko, para një viti ishin vetëm 2 muaj, 3 muaj që kryetari i bashkisë mungonte në detyrë. Për arsye që tashmë i dini, jo për shkak vullnetit të tij, po për shkak të veprimit të drejtësisë. Do të të pyes dhe mbi disa problematike që lidhen me mënyrën e ushtrimit të detyrës, u tha atëherë, por që janë lidhen me të tjera fenomena. Pra, ishin vetëm 3 muaj e gjysmë, 4 muaj në atë moment, edhe mbase ishte edhe inercia e veprimit të strukturave të bashkisë në atë kohë. Por, me kalimin e kohës, është fare evidente, sidomos mbas zgjedhjeve të 11 majit, që qyteti është në kufit që ju thash. As vetë qeveriset, as qeveriset, dhe tani është edhe i paqeverisshëm në këtë moment. Në momentin që po flitej për Bashkinë e Tiranës, u tha nga kryeministri Rama, në ato zgjedhje që nuk u bën kurrë, emri i një kolege suaj, i zonjës Gerta Manastirliu. Në këtë moment ju haptazi keni dalë dhe thoni që po, Tiranën duhet ma besoni mua. Nëse e keni mbështetjen e qytetarëve të Tiranës, a e keni ju mbështetjen e partisë suaj, të kolegëve tuaj, të kryetarit tuaj? Po unë besoj që në këtë rast vlen mbështetja e socialistëve. Dhe normalisht, kur thash që ishte përgjigje ndaj thirrjes, nevojave që ka qyteti dhe populli i tij, socialistët janë aty brenda. Dhe me thënë drejtën, kanë qenë socialistët në njësi numër 5 në fillim, dhe pastaj me radhë socialistët të njësive të tjera, që unë i kam kontaktuar veçanërisht pas zgjedhjeve, edhe për t'i falenderuar, po edhe për të parë se si i marrin shërbimet, apo se si jetojnë, apo se si janë, si është e përditshmja e tyre, që më kanë shtyrë në këtë histori edhe i kam dhënë një përgjigje duke ofruar veten time. Duke ofruar veten time gjatë gjithë kësaj periudhe duke qenë atje ku ata jetojnë, dhe jo duke qenë thjesht vetëm për t'i parë apo për t'i dëgjuar, po edhe për të parë të gjitha pasojat e mungesës së qeverisjes së Tiranës. Duke filluar që nga pastërtia në këtë qytet që është, unë mendoj që është problemi më i madh me të cilin qytetarët përballen, dhe pastaj me të gjitha shërbimet që duhet marrin nga Bashkia e Tiranës, po edhe nga agjensitë të tjera që lidhen me të, apo me agjensitë të tjera që janë pjesë e qeverisjes qendrore, por që kanë një ndikim të jashtëzakonshëm në mënyrën se si jetohet në këtë qytet. Qartë, po, që t'jem e sinqert me ju, pa dyshim që duhet mbështetja e socialistëve, unë mendoj që duhet edhe mbështetja e kryetarit të partisë. Në momentin që ju e keni bërë me dije që unë e dua drejtimin e Tiranës, sepse unë di si bëhet kjo gjëja dhe mund ta sistemoj ashtu si duhet që ky qytet të ketë qeverisje. Ju ka bërë ndonjë koment kryetari i partisë? A është e gatshme partia të jap emrin tuaj për kandidat? Jo, as ka bërë koment, as unë s'kam kërkuar edhe një herë. As ka bërë koment dhe as unë nuk kam kërkuar koment, me thënë drejtën. Sepse besoj që është gjë më normale që duhet ndodhi brenda një partie politike, për më tepër brenda partisë që qeveris prej vitesh, jo vetëm Shqipërinë, por që qeveris prej vitesh edhe qytetin. Unë mundova ta shpjegoja ditën e diel, jo nuk kam folur me kryetarin e Partisë Socialiste për kandidimin tim, sepse unë vazhdoj të mendoj siç edhe kam menduar.
nuk është mungesë respekti ndaj kryetarit Partisë Socialiste, as ndaj gjithë tjerëve në Partinë Socialiste. Kjo dalja ime edhe thonja publikisht që po unë ofrohem për që një nga kandidatët e Partisë Socialiste për të drejtuar Bashkinë e Tiranës, ashtu siç ka qenë krejt normale që unë të kërkoj një proces brenda Partisë Socialiste, pse jo edhe me votë të antarëve të Partisë Socialiste, simpatizantëve, të majtëve në tërësi në këtë qytet, po edhe të tjerë njerëzve që duan të kontribuojnë në politikë, duke përzgjedhur njeriu që duan ata ti përfaqësoj apo rrugën në për cilën duhet kalojë qeverisja, vetë qeverisja, se po insistojnë në këtë pikë, vetë qeverisja e këtij qyteti. Pra, nuk ka qenë mungesë respekti, përkundrazi, është respekt ndaj asaj që kryetari i partisë është i pari, i barabartë, midis të barabartëve, në një parti që zgjedh me votë. Njerëzit që ajo dëshiron ta përfaqësojnë dhe rrugën që duhet ndjekë. E dyta, nuk më kanë nxjerrë Edi Rama, se kam dëgjuar dhe unë këtë teorinë që e kanë nxjerrë Rama për stil, për skena, po i parapri, domethënë për ta treguar këtë parti demokratike e kështu me radhë. Jo, nuk më kanë nxjerrë Edi Rama, kam dalë vetë. Dhe po e përsëris kam dalë si përgjigje ndaj thirrjes qytetit, popullit qytetit dhe mbi të gjitha edhe të socialistëve. Por, dhe këtë duhet ta theksoj, duke parë me shqetësim faktin që proceset përzgjedhëse brenda Partisë Socialiste ka kohë që nuk janë në evidencë, nuk janë arma më forte e Partisë Socialiste, arma më demokratike e Partisë Socialiste dhe janë zvendësuar me njoftime që ngjiten në mur. Dhe muri njëherë është kryesia e Partisë Socialiste kur mblidhet, e herës tjetër është Asambleja e Partisë Socialiste të Shqipërisë kur mblidhet edhe ajo. Jo, unë mendoj që proceset nuk janë të zvendësueshme, veçanërisht proceset përzgjedhëse ose marrje e mendimit të antarëve dhe simpatizantëve të Partisë Socialiste, të majtëve në tërësi, marrjes mendimit të këtij qyteti, para se sa të përzgjedhësh emrin kandidatin. Apo i kërkon në këtë lloj forme Ramës që të bëjë garë brenda me teje dhe kolegëve të tu se cili e meriton dhe cili ka besimin për të qenë kandidat? Po pse jo? Pse jo? Statuti e ka shumë qartë gjën. Është shumë i qartë se si zhvillohen proceset. Kohë më përpara janë bërë proceset marrjes mendimit brenda strukturave të Partisë Socialiste, pra bëhen mbledhje të organizatave të partisë dhe atje kë propozoni dhe listohen emrat, pastaj bëhen sondazhe mbi ato emra e kështu me radhë. Kështu ka qenë. U zvendësua me këtë njoftimin që ju ma kujtuat pak më herët, ashtu siç unë mendoj që duhet ka përcejmë edhe për te i sondazheve duke shkuar deri në votim. A duhet ta ketë kompetencën e të zgjedhurit të kandidatit kryetari i partisë? Unë e di që e ka kryesia e partisë, në fund fare. Pra, vendimarrjen fundore e ka kryesia e Partisë Socialiste, ashtu siç kryetari është pjesë shumë e rëndësishme. Shiko, të mos kryejmë asnjë lloj keq kuptimi. Cilido kryetari bashkie i nevojitet të kryeministri. Në kryerjen, pavarësisht se Bashkia e Tiranës është shumë e madhe, ka një buxhet të madh. Po jo, për bashkëpunim do ishte mirë po. Lutem. Ka një buxhet që mjafton për ta qeverisur apo vetë qeverisur qytetin e kështu me radhë. Pavarësisht kësaj, unë mendoj që Tirana ka nevojë për një seri procesesh, pse jo edhe reformash, për cilët do duhet vota e shumicës së Kuvendit të Republikës Shqipërisë. Është duke diskutuar reforma e re administrative edhe territoriale, dhe për te i kufive, mua më intereson jashmase çështja e kompetencave. E kompetencave që duhet këtë pushteti vendor, qoftë në aspektin qeverisës, vetë qeverisës, autonome, kështu me radhë, qoftë në aspektin ekonomik, fiskal edhe financiar, sepse me thënë drejtën ka ardhur koha që Tirana, por edhe çdo bashki tjetër në territorin e Republikës Shqipërisë të përfitoj në mënyrë thelbësore nga taksat e ndara. Nuk mundet që e gjithë të vëshoja e Shqipërisë të shpërndahet në gjithë territorin e Republikës Shqipërisë në Tiranë të ndahet fare pak. E kuptoj që Tirana ka burime, ka resurse, dhe natyrisht duhet një ekuilibër i ri midis Tiranës edhe pjesës tjetër të Shqipërisë, por unë mendoj që e gjithë Shqipëria tashmë ka ardhur në një moment që duhet përfitojë nga taksat e ndara. Jo thjesht qeveria qendrore, po edhe qeveria vendore, sepse është ajo që është më afër qytetarit dhe ofrimit të shërbimeve. Nëse kryetari i partisë nuk e ka komentuar
këtë që ju e keni shfaqur prej kohësh, dëshirën për të drejtuar Bashkinë e Tiranës. Prej kohësh, jo. Për disa kohësh. Se lidhet me... Prej pak kohësh. Lidhet me... Jo, është fiks një muaj. Lidhet me mbledhjet e grupit parlamentar të Partisë Socialiste me qeverinë. Mbledhjen e fundit, e parafundit, e fundit ishte dje. Do flasim për mbledhjet. E parafundit, në mbledhjen e parafundit ka ndodhur, pas asaj mbledhje, ishte mbledhja e Asambleës Partisë Socialiste të njësisë numër 5. Unë kisha mësuar që do ishte edhe kryetari i partisë atje, dhe natyrisht mendimi ishte pjekur, edhe në diskutim me një seri drejtuesish Partisë Socialiste në nivelin e organizatave të partisë në njësisë numër 5, dhe thash atje, kështu që nuk ka shumë kohë, ka vetëm një muaj. Kolegët tuaj në PS, a i ndjeni t'i keni mbështetje? A ja u kanë komentuar ata? A ju kanë mbështetur ata në këtë dëshirë tuajën? Po, ka kolegë që e kanë shprehur opinionin e tyre lidhur me këtë gjë, ka të tjerë që thonë, për të qenë politikisht korrekt, ata thonë që Erioni ka vite që kontribon, është një nga figurat e rëndësishme të Partisë Socialiste. Vetëm të jem figurë nuk e pëlqej, me thënë drejtën. Punëtor po figurë... Mirë, përket një lloj grupi që kanë... Ka një konotacion që shpesher keq kuptohet kjo histori e figurave, por thonë pastaj që është shpejt, është herët e tjerë me radhë, shikoni. Unë kam bërë fushata prej një jete, e nënta, po duke shtuar edhe ato të zgjedhjeve vendore, mund t'jenë diku ke 17-18 fushata elektorale, dhe nuk arrit t'i kuptoj. Shiko, ti mund të nxjerrësh kandidatin për kryetar bashkie në kryeqytet, mund të nxjerrësh edhe 20 ditë para zgjedhjeve. Qartë. E kemi bërë ne që e kemi nxjerrë në momentin e fundit, fare në limite, edhe kandidatin për deputet, listën e deputetëve, po edhe listën e kryetarëve të bashkive, por me çfarë po shikoj unë në Tiranë, dhe duke marrë parasysh emergjencën që ka Tirana, po mbi të gjitha atë që duhet ta bëjë një kandidat të ndershëm me këtë qytet. Jo një kandidat formal që del atje edhe pasi e prezanton kryesia e Partisë Socialiste të Shqipërisë, fillon të bëjë fushat elektorale, dhe si bie rasti tjetë, as në Shëngjerq, as në Ndrojsh, nuk i bie rasti tjetë as këtu, as në Batan Kodër. Kështu që duhet pak herët ti takosh të gjithë. Duhet pak herët, jemi vonë, jemi shumë vonë, në qoftë se ne duam të njohim qytetin, e mbi të gjitha në qoftë se ne duam që ti përgjigjemi qytetit. Kollaj fare të dalësh atje të thuash unë do ul taksat, unë do rrisë rrogat, unë do bëj këtë, unë do bëj atë. Këto janë muhabete që bën në çdo fushat elektorale, por nganjëherë na bëjnë të pandershëm në raport me qytetin, sa kohë që ti vete të marrësh përsipër qeverisësh Tiranën pa e njohur Tiranën. Unë po e lëviz Tiranën në këmbë. Dhe Tirana nuk lëvizet me makinë, jo për shkak se humb kohë, po nga makina ti nuk sheh asgjë. Ti nuk sheh as rrugët me gropa, ti nuk sheh as pusetat që bien poshtë, ti nuk sheh as pensionistët në radhë. Nuk sheh as pensionistët në radhë për të marrë abonen, kalvari në fundit muajit të tyre në radha, që tani është edhe nxehtë, po janë parë edhe ndimër. Ti nuk sheh as tubat e ujit të qartë, ti nuk sheh as kanalet që nuk funksionojnë, ti nuk sheh as mbetjet, ti nuk sheh as gjilbrimi që mungon, ti nuk ndjen. Këtë bashki prej vitesh e ka qeverisur Partia Socialiste, e ka drejtuar Partia Socialiste. Ti nuk ndjen as ajrin që të bllokon undët për shkak të plurit, po të bllokon undët edhe për shkak të blozës. Se prandaj i përmenda dhe agjencitë qendrore, qeveritare që operojnë në qytetin e Tiranës, edhe që kanë një rol të rëndësishëm për atë ndotje masive të ajrit në këtë qytet, apo për rritje, me disa gradë temperaturës në këtë qytet, prej vitesh tashmë. Pra, janë gjëra që lidhen me lirit e vogla në këtë qytet, që përmirësojnë jetën. Dhe që e bëjnë jetën më të mirë. Këtë po përpishem të them, të gjitha këto problematikat që ju numëroni, ne i dim. Problemi është që kjo është një bashki që është qeverisur nga Partia Socialiste për shumë vite. Po të më lësh, edhe mund të përgjigjem. Se nuk janë zgjidhur këto probleme. E dëgjova shumë mirë, nuk iki. Edhe për shkak trafikut s'kam ku iki. Po them tani që, po patjetër ka shumë vite që është qeverisur, që e ka qeverisur Partia Socialiste Tiranën. Po e mbani mend Tirana në vitin 1999 kur filloi Partia Socialiste të qeverisë të Tiranën. Po Tiranën
pasi ndryshoi pushteti në vitin 2011 deri në vitin 2015, mbani mend? Shiko, Tirana ka pësuar ndryshime të jashtëzakonshme. Dhe po ta shohësh edhe brenda lagjeve ka ndryshime të jashtëzakonshme. Po të shikosh infrastruktura arsimore, infrastruktura shëndetësore ka ndryshuar në Tiranë. Nuk diskutohet kjo gjë. Edhe infrastruktura rrugore ka ndryshuar në Tiranë. Cila infrastruktura shëndetësore, ato njësitë që publikoni ju që është makabriteti i kafshëve të ngordhura ke njësia shëndetësore, kazanit të plerave. Të lutem, mos më hik. Është tjetër gjë, mjedisi, ambienti, papastërtia, zhuli, pithllëku, mungesa e vëmendjes policisë bashkiake, po edhe policisë rendit ndaj krimeve mjedisore që ndodhin lagje më lagje të këtij qyteti, nuk e ndjejnë fare si detyrë. Dhe unë e humb fillin edhe e humb qetësinë në momentin që e gjej policin bashkiak brenda lagjes duke vendosur gjoba për parkimin e gabuar, dhe mirë bën kur është parkimi i gabuar, pavarësisht se unë mendoj që duhet një reformë e plotë themelore për parkimet në Tiranë, po them e gjej aty dhe 10 metra larg nga aty ku ai po vendos gjobën, është tjetri që derdh mbetje inerte në koshin e mbeturinave ose poshtë në rrugë dhe polici bashkiak as e ndjen, as e di që e ka për detyrë që duhet ta ndalojë atë njeriu atje, duhet ta gjobisë atë njeriu atje për shkak të krimit mjedisor që ai po konsumon, apo polici i rendit që i bashkohet këtij policit bashkiak atje nuk e ndjen fare atë krimin mjedisor. Jo, fola për infrastrukturë. Dhe infrastruktura është bërë goxha në Tiranë. Ka nevojë për më shumë, po unë mendoj që tani ka nevojë për një reformë të mobilitetit në qytetin e Tiranës, sepse mund kemi nevojë edhe ne si Paris, mund kemi nevojë edhe ne si Roma, mund kemi nevojë edhe ne si Madridi, mund kemi nevojë edhe ne si Kopenhageni, që të ngadalsojmë ritmin e zhvillimit të kësaj infrastrukture për ndërtuar një infrastrukturë tjetër që është e gjelbër. Nuk është më e zezë si asfalt, apo si çdo element tjetër që lidhet me infrastrukturën rrugore. Po mund vi nevoja edhe të mbyllim rrugë për t'i dhënë fëmijëve sipërfaqe të tjera të gjelbërta në këtë qytet, ashtu siç duhet vi në një moment më në fund, duhet vi nevoja për t'i vënë fren ndërtimit në këtë qytet. Për t'i vënë fren ndërtimit që nuk është në ekuilibër me jetën e përditshme të qytetarëve apo me nevojat e qytetarëve që lidhen me mirëqenien e tyre. Jo thjesht vetëm me strehimin, me blerjen e një fjetine në komunë të Parisit apo në çdo cep të Tiranës, por me nevojën për të qenë mirë në këtë qytet, edhe që lidhet me një këmbë lodrash, që lidhet me sipërfaqe të gjelbërta, që lidhet me hapësira ku fëmijët jo të shtrinë këmbët, po edhe të vrapojnë, se kanë haruar të vrapojnë. Kanë haruar të vrapojnë fëmijët në këtë qytet, sepse s'kanë. Ose do dalin nga shtëpia me vrap dhe do dalin në rrugë, ose pastaj duhet shkojnë tek obori i asaj shkollës që është kthyer në qendër komunitare, por që është shumë e vogël në raport me gjithë fëmijët asaj lagje ku ndodhet shkolla. Po kërkon të marrësh drejtimin e një qyteti ku përpara 10 ditësh zjarfiksia nuk kalonte dot rrumbullak një pallati që kishte marrë flak, sepse njerëzit kishin parkuar, sepse ndërtimet ishin ngjitur njëra tjetrës. Po kërkon të marrësh drejtim? Po, zjarfiksia nuk kalonte. Makinat ishin, ja ta mbaroj dhe do ta lë fjalën. Kërkon të marrësh drejtimin e një qyteti ku të mbysin ato telat e internetit nga njëri pallat ke tjetri, depozitat janë mbi çdo tarac, uji nuk është ende 24 orë, gropat në përlagje janë të frikshme, sepse janë këto rrugët që prishen e ndërtohen çdo 6 muaj. Era e pusetave, trafiku, parqet e lojrave, ata që mbajnë radhë kur thoni ju për të marrë atë abonen, apo çfarë do lloj, domethënë problematike që mund të ketë Tirana, unë po shoh pamjet dhe unë e di që ti e di që Tirana është kështu. Ku e gjen ti mbështetjen që mendon se mund t'i heqësh këto depozitat, këto telat, kudo, këto parqet e lojrave, ku do gjesh hapësirën për t'i bërë. Tiranës e vetmi gjelbërim që i ka ngelur është liçeni, edhe ai po krusat her pas here, se kur ka ndonjë koncert e sheshojnë edhe e shtrojnë barin sa herë duan vetë. Dhe e rikthejnë prapë. Edhe e rikthejnë prapë. Do ka në vetë. Edhe e rikthejnë prapë. Jo, s'bja marrë vetë me atë gjë. Për fat të erdha u bëra deputet në Tiranë. Dhe jam marrë vetë edhe duhet ta falenderoj atë drejtoreshën e APR-s, po edhe si e merr ti këtë qytet? Të lutem, edhe zotrin që ta shpjegojmë atë se edhe ti edhe unë dalim në liçen. Dhe shohim të njëjtin gjë, apo jo? Po. Edhe atë zotrin që emrin artit e ka Noizi, edhe që e riktheu
atë sipërfaqe që përdori për atë festivalin në gjendjen të mëparshme, apo jo? Pa prekur asnjë pemë, që ta themi siç është gjëja. Pa prekur asnjë pemë. Nëse të vim tek gjëja, shiko, ka qenë një moment kur zhvillime si puna e këtyre që ne po shohim, shiheshin si pozitive, pra ndërtimi i strukturave të reja me një arkitekturë, të themi, e bukur është edhe ku ngjitet lartësi, e kështu me radhë. Tani unë besoj që shumica e qytetarëve të Tiranës kanë filluar të mendojnë për të një ndërtesë të bukur. Po duan një ndërtesë funksionale, po duan edhe një ndërtesë etike, që mos lyzër dritën, mos lyzër diellin, mos t'i vi në penxhere aq sa të dëgjosh çfarë thot ai komshiu atje matan, po mos ndjejnë as aroman e gjellës së komshiut atje matan në pallatin tjetër. Po kanë ardhur edhe në situatën që etikën e një ndërtimi të ri, ta kushtëzojnë edhe me elemente të tjerë që janë parkimi, që janë kanalizimet e ujrave të ndotura, që është furnizimi me ujë, furnizimi me energji elektrike. Pra mos ta shohin atë ndërtesën atje, nuk e shohin më thjesht dhe vetëm si një godinë e bukur që i ka ardhur në lagje e që ju rrit vlerën e pronës, siç thuhet shpesh, por ta shohin, po e shohin edhe si një faktor negativ që mund t'i cënojë të gjitha shërbimet e tjera që i kishin rregulluar deri në një farë niveli. Pra, ky lloj ekuilibri midis ndërtimit dhe jetës përditshme të gjithë atyre që janë rreth e qark atij ndërtimi, ne nuk e kemi sot. Dhe sot qytetarët kërkojnë pikërisht të ekuilibër. Edhe ata të jetojnë, po edhe ndërtimi të ketë etik. Se duket kështu, jo më të ketë etik. Në krahun tjetër, edhe të gjithë ata që i duan këto ndërtime të reja, tani kanë filluar të mendojnë edhe për sigurinë e tyre. Nëse ne jemi marrë pas tërmetit me eurokodet e ndërtimit, në krahun tjetër ne nuk kemi asnjë standard sigurie nga zjarri. Pse? Sepse ndërtuesit, pronarët atyre ndërtimeve, pasi i ndërtojnë kështu me radhë, në krahun tjetër nuk e shesin dot sigurinë nga zjarri të asaj ndërtese. Nuk e çojnë në mendje që duhet shesin pikërisht këtë gjë. Dhe ajo që ka ndodhur me atë pallatin atje, jo një herë, po 2 herë, për të arsye kam thirrur ministrin e infrastrukturës në interpelancë, është shumë më tepër se sa hyrja e një zjarrfikseve në atë territor e penguar nga ca ndërtesa të ulta që ishin atje në krah. Jo, duhet ta fillojmë me sigurinë e kësaj ndërtese nga zjarri. Unë kam hyrë atje, kam hyrë të nesmen. E dini sa ishte temperatura brenda? 50 gradë. 50 gradë, kam hyrë bashkë me ata zjarrfiksit atje që bën ç'është mundur për të shpëtuar njerëz dhe për të shpëtuar sa mundin prona. Por kur ti ndërton në këtë formë siç është ndërtuar aty, dhe do kemi rast që ta diskutojmë këtë gjë me ministrin në seancën e parlamentit, në interpelancën do bëjmë atje, kur ndërton ashtu, duhet dalë dikush e të thotë stop, ndal. Dhe kur mbi të gjitha, ndërton në një mënyrë për t'i ikur lejes ndërtimit, për t'i ikur edhe rishikimit lejes ndërtimit, dhe shkon atje dhe e lë pallatin pa kolaudim dhe pa leje shfrytëzimi, pa certifikat shfrytëzimi, se e ke zgjidhur në kadastër me legalizim, edhe këtu duhet dalë dikush që të thotë stop. Ministri do vi në parlament pikërisht për këto 2 stope të rëndësishme në këtë rast. Çdo gjë që ju thoni, por mbi të gjitha për të vendosur një standard të ri ndërtimi në këtë qytet. Qartë, e kuptoj, po çdo gjë që ju thoni është uroj shumë mos ma paragjykosh komentin që të bëj, po besoj se dhe një pjesë që na ndjekin mund ta mendojnë. Sa dëgjoj? Çdo gjë që ju thoni tingëllon perfekte, po ta thot. E bëshme. Po ta thot. E bëshme. Dikush që nuk i përket një partie që ka më shumë se 10 vite në pushtet, që i drejton këto kadastrat e këto që ju përmendët që mund t'ja kenë dhënë këto leje të ndërtimit gabim, apo një partie që ka pasur në dorë edhe këtë qytetin, që ju doni të drejtoni. Të kuptoj shumë mirë. Nuk duhet ta them sepse me që kam qenë pushtet, nuk duhet flas. E kuptoni? Po pse mendon që kur të vish ti drejtuesi kësaj bashkie do ndodhin më prapë këto gjëra? Të lutem. E kupton që kjo nuk është logjik që qëndron. Unë do flas sa herë që bie në kontakt me të vërteta. Dhe do them të vërtetën. Dhe nuk më intereson fare çfarë thot PD-ja atje, çfarë thot tjetri. Tani, që ta sqarojmë këtë gjë. Ligji sot e lejon ndërtuesin që të shkojë të legalizojë sipërfaqet e tepërta. E lejon ligji. Si do ta ndryshosh? E lejon. Duke ndryshuar ligjin, Sidorela. Ligji duhet ndërpres procesin e legalizimit në momentin që nuk ka një certifikat kolaudimi.
të atij objekti. Është shumë e rëndësishme. Ora ata banorë kanë hyrë atje, pa u kolauduar ai kompleks. Ata banorë kanë hyrë atje, pa u zotruar një certifikat e shfrytëzimit dhe siç është ai, unë dyshoj që kjo skem, duke shfrytzuar hapësirën që ka krijuar ligji, është përdorur në gjithë Tiranën. Dhe tani duhet që për gjitha këto pallate që kanë marrë certifikat pronësie atje në kadastër, pra përmes procesit legalizimit, të hyjë në një proces kolaudimit të plotë, të thellë të secilit prej tyre. Se ata njerëz që i kanë blerë ato apartamente, i kanë blerë në mirëbesim, jo vetëm të ndërtuesit, jo vetëm të pronarit, po edhe në mirëbesim të shtetit dhe respektimit të standardeve që ai ka. Zoti Braçe, ju thatë nuk e pëlqej etiketimi një figurë e rëndë e Partisë Socialiste apo etj me radhë, po për shkak të historisë, viteve e gjitha me radhë që ju i keni në Partinë Socialiste, po këto i kanë. Besoj të gjithë duan një koment nga Erion Braçe se po këto nuk janë ndjes, se dje dëgjova në një mbledhje se çfarë thon ca të rinj në Partinë Socialiste. Kështu që këto nuk janë të mjaftueshme që unë t'i imponohem kërkujt. Jo, se kisha për këtë pyetje. Si figurë, si shembull, si model. Se dëgjova dje që me njëri tjetrin thoshin që pse si Erion Braçe do bëhemi ne? Çdo ishte keq. Thoni ju. Konotacioni në cilin unë e dëgjova dje ishte negativ, nuk ishte pozitiv. Dje ka pasur goxha diskutime për Partinë Socialiste. Ju mbase mund të ketë mbetur mendja këtu, shumëve mund të ketë mbetur tek në fakt unë pash flamurtaren. Përplasja në distancë apo dhe ballë për ballë e asaj që ndodh në grupin e Partisë Socialiste. Keni ju një mendim për zëra të ndryshe në PS, nëse ka të tillë një koment që është diskutuar dje, është ai që mund të jetë bërë nga kryeministri Edi Rama, zonjës Elisa Spiropali. PS-ja dhe unë jemi investuar te ti nuk do flasësh më. Dhe ai drueni ju. Kështu është. Shika. Si është? Gjysma e parë kështu është. PS-ja ka investuar tek ne, jo ne tek PS-ja. Unë mendoj që kontributet e mia në shika, unë zakonisht flas për veten, nuk flas për të tjerët, nuk preferoj të flas për emra. Çfarë menduat ju kur e dëgjuat këtë? Ja, një sekond. Unë mendova që gjëja nuk po i thoj vetëm zonjës Spiropali, po më thuaj edhe mua edhe të tjerëve në atë sallë. Po unë vazhdoj të mendoj që PS-ja ka investuar tek ne. Tani, mund ta shikosh pak atë pamjen atje, se iku prap. Nuk ka problem, është gjatë gjithkohës. Më ngeli mendja, po për të parë se si pallati ka rënë mbi rrugë. Lutem, mos dalim nga tema. Dhe rruga është, ja, shiko. Dakor, shikoj pak cepin, shikoj pak cepin. Okej, e pash, cepin e diskutuan pallatin, se mos ikim nga tema në temë, se në bazën ata që na ndjekin. Po pres akoma përgjigje nga kadastra për këtë histori. Mirë, dakor. Por po thosha, kanë dëgjim me pallatin? Jo, s'ka gjë me pallatin, po mos lëvizim nga tema në temë. Atëherë, po thosha që unë vazhdoj të jem deficitar ndaj Partisë Socialiste. Shikojmë, Partia Socialiste ka njerëz që nuk e kanë pasur mundësinë që unë kam pasur në Parti Socialiste. Janë socialistë të thjeshtë në etapet të ndryshme, po edhe ata, për shkak kontributeve kanë pritur nga Partia Socialiste dhe s'kanë marrë kurrë atë që meritonin. Apo atë që ata kanë menduar se meriton. Ka të tjerë që kanë marrë më shumë se që kanë merituar? Po patjetër që ka plot. A është një rast i zonjës Spiropali? Si? A është Spiropali një rast i tillë? Nuk jam unë që mund të bëj gjykatësin e kontributeve apo peshmacin e kontributeve në Partinë Socialiste. Mendoj që është partia ajo që përmes proceseve demokratike brenda saj duhet i japi gjithë secilit atë që i takon. Jo më shumë se sa që i takon. Ka që kanë marrë edhe më shumë, ka që kanë marrë edhe më pak. A është demokracia një deri fjale brenda partisë, a duhet që ajo ta thot mendimin e vet, dhe të mos pengohet? Të lutem, ma lër ta çoj mendimin deri në fund. Pra po thosha që ka edhe që nuk kanë marrë fare. Dhe që janë socialistë që kontribuojnë prej vitesh në Partinë Socialiste dhe në emër të tyre, po ka plot që flasin, por që nuk i kuptojnë. Dje për shembull dëgjova vlerësime të rënda për Partinë Socialiste në njësinë numër 5. E kuptoj, e kanë me mua, pasin dhe problemi, po nuk duhet që nga njëra anë ta çojnë tek ata socialistët e njësisë numër 5 atje e gjën, e në krahun tjetër të mos i kuptojnë asnjëherë. Madje mos kuptojnë as se çka ka ndodhur. Apo të bëjnë sikur nuk kuptojnë. Shikoni, kur ne paraqitemi para atyre njerëzve, para socialistëve, të organizatave të partisë, duhet mendojmë që ne nuk duhet shkojmë atje sa herë që
kemi ne hall, apo të shkojmë vetëm për hallet tonë. Duhet shkojmë edhe për hallet atyre njerëzve, se janë qenie njerëzore, janë dhe qenie politike, socialist, ta themi kështu, të organizuar në Partinë Socialiste dhe ata kanë halle edhe kanë shqetësimet e tyre. A ka përplasje brenda në grupin e Partisë Socialiste? Për çfarë? Me zonjën Spiropali dhe kryeministrit Edi Rama. Po kjo është evidente, tani unë nuk preferoj të flas për gjërat e shtëpisë. A duhet të jetë Partia Socialiste një parti përjashtuese? Të lutem. Unë nuk, do të thënë, e kam parim timin që gjërat e shtëpisë nuk mbeten në shtëpi, nuk dalin jashtë. Kështu që në rast se më pyesni për çfarë kanë ndodhur dje në mbledhjen e grupit parlamentar, një mbledhje më përpara, dy mbledhje më përpara, e kështu me radhë referuar antarëve të grupit apo antarëve të qeverisë, nuk do të dëshiroja që shpresha për këtë gjë, edhe për një arsye shumë të madhe, unë nuk merrem me njerëzit. Apo me fenomene, me procese që mungojnë, me procese që deformohen, me procese që zvendçohen, po patjetër që do merrem. Dhe në këtë aspekt, po, zonja Spiropali ka ngritur disa shqetësime që edhe qëndrojnë, edhe për mua qëndrojnë, po edhe për të tjerë njerëz aty brenda qëndrojnë, po edhe për kryeministrin qëndrojnë, besoj unë. Dhe normalisht, në momentin që ne themi, duhet të rienergjizojmë Partinë Socialiste, duhet hapim Partinë Socialiste, duhet ta bëjmë më demokratike Partinë Socialiste, praktikisht kemi pranuar një seri problemesh që janë, zhvillohen kohë pas kohe brenda Partisë Socialiste dhe që duhen kuruar se na bëjnë ne më të mirë, bëjnë partinë më të mirë dhe garantojnë ardhmërinë e saj. Se shikoni, praktika e njoftimeve. Okej, se do t'i vëmë dhe pikën, po. Po, praktika e njoftimeve në mur mund të pasjell një njoftim të fundit, në cilin mund të thuhet kjo parti nuk ekziston më. Në njoftimet në mur, Braçi referohet daljes edhe thënjes garën për Tiranën do e bëj filani, ikën nga kjo ministri ky, shkon ky. Jo për çdo ministër, jo për aspektin e qeverisë. Po, dakor. Ka qenë një praktik që ministrat silleshin në kryesi, me që janë figure lashtë, siç thon kohë pas kohe. Ka qenë një praktik që ministrat vinin edhe thueshin, apo anuncoheshin, apo silleshin për diskutim kryesit Partisë Socialiste Shqipërisë. Natyrisht, mund të ketë qenë egzageruar në atë aspekt, sepse qeveria ka një kryeministër i cili mban përgjegjësi për kabinetin e tij, ama në Partinë Socialiste kjo gjë nuk mund të ndodhë. Pra me Partinë Socialiste. Pra nuk mund të njoftosh apo nuk mund të jenë thjesht njoftim drejtuesit politik të qarqeve, drejtuesit politik të bashkive, drejtuesit politik të njësive, e kështu me radhë, për më tepër kur ka përcen ca hallka që unë mendoj që janë aty për t'i bërë mirë jetës brendshme të Partisë Socialiste. Për shembull, një njeri që nuk ka bërë asnjëherë jetë partie, asnjëherë jetë partie, nuk mund të jetë drejtues politik qarku. Nuk mund të jetë drejtues politik bashkie, nuk mund të jetë drejtues politik i një njësie në Tiranë që është sa një bashkie i kuvendit të Shqipërisë. Si? Por mund të jetë deputet i kuvendit të Shqipërisë. Po patjetër se deputeti votohet nga populli. Po. Patjetër. Mund të jetë. Deputeti është një çik më gjerë se sa thjesht. Që ti japësh të drejtoj pastaj partinë është çështje komplet. Nëse flasim pastaj për deputet që janë në pjesën e mbyllur të listave të një force politike, unë do doja sprovë. Jo, unë flas për një vajzë që bënte gazo gjithkohon, edhe e futën në listë, hoqën dikë që e fitoi, u tërhoi që ajo nuk duhet bëhem unë deputete, dhe futej, apo kjo s'është çfarë çështje që ju takon ju dhe s'kam pse ta bëj. Po, unë kam hikur nga qarku, nëse e di, prandaj s'kam pse bëj fare të bisedë me ju, dhe që neja nuk është një faturë cilën ju duhet ta paguani. Jo, nëse do të flasësh për Divjakën, po patjetër flasim për Divjakën. Jo, nuk kemi më minuta. Por për qarkun e Fierit jo. Për Divjakën pa dyshim, nuk e vë fare dyshim. Ju thash, nuk është zgjeneja një faturë që duhet ta paguani. Për Mysdeqen, po patjetër, për bujqësinë, po patjetër. Jam shumë kurioze dhe pres se kur do jetë ky konfirmimi se çfarë do të ndodh me emrin që do garojë në Bashkinë e Tiranës. Ju thoni jeni vonë, unë mendoj që keni të drejtë dhe është çudi për Partinë Socialiste se gjithnjë dëgjojnë nga kolegët tuaj që në momentin që fiton një palë zgjedhje mendohet për të tjerat. Në këtë rast emri s'po thuhet ende. Patjetër. Ka dy gjëra. E para duhet mendosh dhe e dyta të ndalohet të përtosh të mendosh. Të ndalohet. Ose përtacia mendore nuk mund të jetë alibi. E ke thënë që ka përtac në parti. Për të shtyr, po jo vetëm në parti. Kudo? Ka përtac. Shiko, unë mendoj që qeveria po e bën shumë mirë këtë çështjen e integrimit. Ka një ndjekje sistematike që me thënë të drejtën duhet bërë edhe për probleme tjera. Ama sa i takon çështjeve të brendshme pastaj, unë mendoj që ka një ngadalësi
të jashtëzakonshme që vjen nga rehati një dhe nga përtatësia për të menduar. Publicitet, kthehem pas pak dhe flasim për Ervin Matën. Jemi rikthyer për të folur për gjithçka ndodh tani pas ndalimit të Ervin Matës me marrëdhënien Brazil-Shqipëri dhe mënyrën si do të bëhet negociata për ekstradimin e tij. Arbër Hoxha është me mua në studio. Faleminderit shumë Arbër për kohën. Pak po më shpjegoje gjatë reklamave që e vështirë do jetë edhe kjo mënyra e ekstradimit. Ka përqen e vështirë, jo se mungon baza ligjore. Në vitin 2023, Brazili nëpërmjet ambasadës së tyre në Tiranë ka kërkuar një marrëveshje bilaterale Shqipërisë, e cila nga viti 2023 me sa duket është në korridoret e Ministrisë së Drejtësisë, por që ende nuk është nënshkruar, ratifikuar apo miratuar jo. Patjetër që Republika e Shqipërisë dhe Republika Federale e Brazilit bëjnë pjesë në 2 konventa kryesore të cilat mundësojnë nëpërmjet dispozitave të tërthorta ekstradimin e shtetasit shqiptar të arestuar provizorisht në Republikën Federale të Brazilit. Bëhet fjalë për 2 konventa, konventa europiane, konventa e Vjenës, e cila është miratuar nga Republika Federale e Brazilit në vitin 1988 dhe Republika e Shqipërisë, e cila e ka ratifikuar në vitin 2002, që bëhet fjalë kjo konvent bën fjalë kundër trafikimit të drograve të forta dhe substancave të tjera të palishme, gjë për të cilën shtetasi shqiptar është arestuar me qëllim ekstradimin në Shqipëri, si dhe konventa e Palermos e vitit 2000, e cila është miratuar dhe ratifikuar nga Shqipëria dhe nga Republika Federale e Brazilit. Interpol Brazilin, në bashkëpunim me Interpol Tiranën, kanë arestuar me qëllim ekstradimi, pra arestuar provizorisht me qëllim ekstradimi, këtë shtetas për ta ekstraduar në Republikën e Shqipërisë. Ashtu si që cekim që në kryetarës, ka përqen e vështirë, sepse në Republikën Federale të Brazilit, përveç se respektohen të drejta dhe lirit themelore të njeriut, është dhe një vend që hyn ndër vendet më të korruptuara në sistemin e drejtësisë, dhe patjetër që e bën vulnerabël ekstradimin, në qoftë se ky shtetas nuk do të kërkojë ekstradimin e thjeshtuar. Pra janë 2 lloje ekstradimi. Në që aspekt, një sekond, duhet kuptoj këtë, thej që drejtësia atje nuk është fort, pra është e kontrollueshme. Është e kontrollueshme. Në që aspekt e kontrollueshme, për ta mbajtur atje apo për ta ekstraduar? Në qoftë se ai do të kërkojë që të ekstradohet, pra do korruptohet lehtësisht dhe do të veprohet ekstradimi i thjeshtuar, sigurisht që nuk ka nevojë as për të korruptuar dhe mund të vijë drejt për së drejti. Pasi ti ke mbyllur llogaritë me drejtësinë e Brazilit, nëse ka për të mbyllur, pasi bëhet fjalë për 2 vepra penale të cilat janë të lehta në Brazil, pra falsifikimi dhe përdorimi i dokumentave të falsifikuar, cila është një vepër e cila dënohet me gjobë ose me burgim deri në 1 vit në Brazil. Ndërkohë që nëse ai do që të qëndrojë aty dhe të mos miratohet ekstradimi, sigurisht që do t'i kalojë të 3 shkallët e gjyqësore, pra gjykatën e shkallës parë, gjykatën e apelit, gjykatën supreme federale, dhe më pas i takon presidentit të Republikës që të vendosë për ekstradimin e këtij shtetasi apo jo. Dhe sigurisht që ka përqen e vështirë, duke qenë se mjetet financiare të personit besoj që nuk mungojnë, avokat të mirë ose shumë të mirë besoj që ka në Brazil pafund, dhe për të pasur, le të themi, triqe procedurale që ky shtetas mos të ekstradohet në Shqipëri dhe për të udhëzuar ekstradimi, sigurisht që mundësitë janë të pafundme. Shiko, po dëgjoja kolegën Anila Hoxha më herët, e cila po më shpjegonte që sot SPAK nis përpilimin e një dokumentacioni të veçantë në mënyrë që të nisi dhe procedura për ekstradimin. I takon SPAK-u ta bëjë këtë? Pra, si funksionon ligjërisht? Çfarë hapash në ligj? Sigurisht, në momentin që ai është arrestuar, quhet arrestim provizor, njoftohen autoritetet. Pra, i po mbajnë para burgim tani. Patjetër që po, njoftohen autoritetet gjyqësore të Republikës së Shqipërisë, për të cilin on their behalf, pra për të cilit është bërë arrestimi provizor, dhe sigurisht që prokuroria e posaçme, në bashkëpunim me prokurorinë e përgjithshme, me drejtorinë e marrëdhënieve me jashtë, duhet që të përcjellë të gjithë praktikën që ka në raport me shtetasin Ervis Mataj. Dhe më pas, brenda 48 orëve... Ervin, më falni. Ervis është tjetër. Dakord, shtetasi Ervin Mataj. Dhe brenda 48 orëve pastaj, duhet që të dalë përpara gjyqtarit të hetimeve paraprake. Dhe është gjyqtari i hetimeve paraprake, ai që vendos
mbi ekstradimin apo jo të shtetasit Ervin Mataj. Ervin Mata, një emër që u bëj njohur në 2018 për shkak të ngjarjes në blog, që aty nisi të kalonte nga një person që i përkiste botës së biznesit, siç flitej, një kategori tjetër, a? Bëhet fjalë, në djenin time të paktën, se djenia është publike, bëhet fjalë për disa vepra dhe për një procedim të vitit 2023, pra nuk ka lidhje fare me ngjarjen e bllokut. Jo, atje u bë i njohur, them. Patjetër që po, dhe bëhet fjalë për aplikacionin Sky ECC. Madje këtu është dhe një sfidë që do të hasë drejtësia shqiptare në raport me vendimarrjen e gjykatës së Brazilit, pasi gjykata e Brazilit në disa raste i ka pranuar provat e ardhura nëpërmjet letër porosisë nga autoritetet gjyqësore franceze të Sky ECC, por në raste të tjera, kur kanë qenë të palidhura me veprën penale dhe me provat të tjera, i ka rrëzuar. Pra, praktika gjyqësore e Brazilit nuk është aq e konsoliduar si praktika gjyqësore shqiptare, të cilat i kanë marrë të mirëqenia provat e ardhura në provat. Ta është të quajtura prova, sepse ka diskutime të tepërta dhe varet çfarë qëndrimi do mbajë dhe gjykata e Brazilit në raport me këtë fakt. Që të ndodhe ekstradimi, duhet plotësohen 3 kushte. Së pari, që vepra penale që ka kryer ky person ose që dyshohet që ka kryer, është e parashikuar dhe në legjislacionin brazilian, i cila patjetër që është, se janë vepra penale transnacionale. Së dyti, të garantohen të drejtat dhe lirit themelore të këtij shteta si shqiptar që e kërkon po Shqipëria, por që gjykata e Brazilit mund të vendosë që të rrëzohet ekstradimi, dhe së treti, nëse ka apo ndonjë kusht e cili i rrëzon ekstradimin, pra nëse ka kryer ndonjë vepër penale mbi 5 vjet në territorin e Republikës Federale të Brazilit, apo jo? Pra nëse ka kryer një vepër penale në Brazil, do duhet të kryej dënimin për atë vepër penale në shtetin përkatës. Mbi 5 vjet. Pra nuk i bëhet, po, për një vepër penale që dënohet mbi 5 vite. Në të kundërt bëhet ekstradimi. Sa zgjat si procedurë? Në qoftë se do të bëhet ekstradimi i thjeshtuar, pra nëse personi është dakord që të ekstradohet brenda territorit të Republikës së Shqipërisë nga Brazili, duhet të zgjasë brenda 40 ditëve. Në qoftë se ai nuk është dakord dhe kërkon rrëzimin e kërkesës, sigurisht që duhet i kalojë të 3 shkallët e gjyqësorit, pra edhe pasi të shprehet gjykata e lartë federale e Brazilit, dhe më pas duhet shprehet dhe presidenti i Republikës, pra ndryshe nga këtu që shprehet ministri i drejtësisë, aty shprehet presidenti i Republikës. Në Brazil. Në Brazil, dhe më pas duhet të vi këtu. Pra nëse kemi të bëjmë me një procedurë normale ekstradimi, duhet të zgjasë nga 4 deri në 9 muaj. Nga 4 deri në 9 muaj, por nëse është e shpejtuar, zgjat vetëm 40 ditë, thot Arbri. A mbahet një proces për falsifikim dokumentacioni, kishte një pasaport false angleze, thoshte janë paraguajan, pati një lloj? Ideja është e tillë që patjetër që janë vepra penale, të cilat parashikohen edhe në kodin penal të Brazilit, por janë shumë minore, pra janë shumë të vogla në raport me faktin penal për cilin ai dyshohet në Shqipëri. Dhe sigurisht që nuk përbën kusht pra s'është ka 5 vjeçari që mund të për mos ta ekstraduar në Shqipëri. Nëse ai do shpallet fajtor në Brazil, Brazili me letër porosi do t'i kërkojë autoriteteve gjyqësore shqiptare njohjen e vendimit të huaj. Arber, mendon që ka pasur bashkëpunim mes edhe drejtësisë apo forcave amerikane, apo ka qenë e gjitha mes Brazilit dhe Shqipërisë? Besoj që ka pasur një marrëveshje bashkëpunimi midis prokurorisë së posaçme dhe prokurorisë, le ta themi, të posaçme që kanë ata, pasi ata kanë disa prokurori, të cilat janë në fushën e narkotikëve, dhe sigurisht që arrestimi është, le ta themi, rezultati i punës së Interpolit, pra Interpol Brazili dhe Interpol Tirana. Patjetër që prokuroria e posaçme ka, le të themi, meritat e saj, por merita e saj kryesore tani do të jetë procedura që do të ndiqin për ekstradimin e këtij shtetasit drejt territorit të Republikës së Shqipërisë. Madje një prokuror i prokurorisë posaçme, nëse do të ketë dëshirën dhe mundësinë, duhet që të shkojë pranë autoriteteve gjyqësore braziliane për të kërkuar ekstradimin e këtij. Më bëri përshtypje fakti se si në fillim kishte tentuar të thoshte jam paraguajan dhe efektivët kishin pasur foto të tija nga përpara, kishte qenë pak e vështirë të bënin krahasimin me pamjen e tij sot, e për jetës vërtetës dhe fotoja që është përndar sot në media, veç kësaj fotoje ka dhe një tjetër ku duket qartësisht imazhi i tij, vije re që kishte një lloj ndryshimi, megjithatë e kishin dalluar. Kjo është fotoja më e fundit e tija,
nga mediat në Brazil është marrë dhe duket që është siguruar nga efektivët të cilët kanë bërë ndalimin e parë në një lokal. Kur ai ka thënë që janë paraguajan, kanë tentuar të bëjnë krahasimin me fotot që ju ndoqët më herët, të viteve më parë të tija, derisa kanë arritur në përfundimin se bëhet fjalë për këtë person. Nuk besoj se bëhet fjalë vetëm për fotografi, sigurisht janë të dhëna të tjera biometrike, të cilat identifikojnë në mënyrë absolute që është ky person dhe jo një shtetas tjetër. Dhe më pas, ai ka një kartë identiteti, ka një pasaportë shqiptare, dhe sigurisht në momentin që pajisesh me një kartë identiteti apo pasaport, merren të gjitha të dhënat biometrike, të cilat janë të pagabueshme dhe të nevojshme për verifikimin nëse një shtetas është ai që pretendohet apo jo. A është ky një emër i rëndësishëm i ndaluar? Unë do thoja që është një emër... Apo ju avokatët nuk i preferoni këto? Jo, mund ta themi që është një emër, le të themi, dytësor në kategorinë e peshave të rënda të krimit organizuar. Është një personazh që ngjelet për tu parë se si do sillet drejtësia shqiptare. Falenderoj shumë. Ju falenderoj. Është gjithmonë kënaqësi kur të kam në studio. Shumë shkurt publicitet, kthehemi përsëri bashkë. Të tre të ftuarit në studio me celular në dorë. Tani i lejohet. Lajmi i fundit, Elisa Spiropali ka bërë një tjetër çarçaf, do thoshte Edi Rama. Më përjashto e nis reagimin e saj Spiropali, e cila duket se i përgjigjet debateve të brendshme të Partisë Socialiste të zhvilluara ditën e djeshme. Për ta lexuar qartësisht reagimin e saj, ajo thot: debatet e brendshme sa do të forta nuk duhet të shndërrohen në spektakël dëshkimor. Nëse kjo ndodh, problemi dëshkimor nuk... publik. Nëse kjo ndodh, Albatros, faleminderit, problemi nuk është më mos pajtimi, është frika nga mos pajtimi. Ky fakt kokfort, ky konstatimi dukshëm, më tepër se vetë paralajmërim, më detyron të flas. Kur paralajmërimi publik bëhet instrument kërcënimi, heshtja nuk është më maturi, është dorëzim. Nëse qëndrimi im për mënyrën si po funksionon partia, qeveria, shteti konsiderohet arsye për përjashtim, atëre po e them e qetë dhe qartë. Më përjashto, jo si sfidë personale, jo si dram politike, jo si show mediatik, por si provë se problemi nuk është te fjala që ngresh shqetësim, por te sistemi që shqetësimin nuk e duron. Nuk kam sulmuar Partinë Socialiste, kam kritikuar modelin që në disa aspekte po dëmton edhe Partinë Socialiste. Kam folur për ndarjen e partisë nga shteti, për rrezikun kur politika të zëvendësohet nga administrimi, për një logjik kontrolli ku struktura burokratike dhe pushteti administrativ rrezikojnë të marrin vendin e përfaqësimit politik. Nëse këto konsiderohen arsye për përjashtim, atëherë pyetja nuk është pse flasun, pyetja është pse këto gjëra nuk lejohet të thuhen. Pushteti nuk dobësohet nga kritika, pushteti dobësohet kur humb aftësinë për vetë korrigjim. Nëse në një forcë politike nuk ka lindur si projekt emancipimi kombëtar, kritika trajtohet si devijim, atëherë problemi është më i thellë se çdo debat, është krizë kulture politike. Nëse të kërkosh që institucionet të mos kontrollohen, personalizohen, instrumentalizohen në shfaj, atëherë më përjashto. Nëse të kërkosh gare merit brenda e jashtë partisë së shfaj, më përjashto. Nëse të kërkosh që socialistët të mos zëvendësohen nga një model në thonjza drejtorokracie, ku kontributi politik zbehet përballë kontrollit administrativ që ka mungesë disipline, më përjashto. Nëse të mendosh se pushteti duhet të njohë vetë kufizimin dhe nuk duhet të njësohet me strukturat që e rrethojnë që ka herezie papranueshme, më përjashto. Nuk po mbroj një pozicion, aq më pak një koltuk. Kryetar Lëkun dhe ministër Lëkun nuk ma ka lënë gjyshja po gjyshja. Po mbroj një parim. Në politik, mos pajtimi nuk është thyerje besnikris. Mos pajtimi është forma më e lartë e besnikris. Kur refuzimi për të bërë pjesë e një automatizmi votash në parlament interpretohet si largim nga grupi, referohet tu nëse kujtoni votës për zonjën Balluku, atëherë problemi nuk është disiplina, por ideja se bindja kërkohet e verbër pa arsyetim, pa marrë parasysh pasojat. Kur kufizohet bindja si ritual, nuk po mbrohet uniteti, por po kërkohet në nështrim. Kur ndërgjegja trajtohet si, ka të drejtë Rama kur thot çarçafë, trajtohet si shkelje disipline vetëm sepse nuk dakordsohet me automatizmin e veprimeve, atëherë problemi nuk është mos pajtimi për modeli që e ngatron bindjen me nënshtrimin, duke tentuar të normalizojë deri në abuzim. Nëse edhe këtë e kam gabim, më përjashto. Por të paktën të bëhet e qartë se përjashtimi nuk më ndodh sepse dikush ka tradhtuar partinë, po ndodh sepse dikush ka refuzuar të heshtë për mënyrën si po vepron pushteti në emër të saj. Dhe kjo nuk është çështje personale, është çështje se si kuptohet politika. Çfarë ndodh me një parti? E lëm, më përjashtohesh mesazhi. Albatros Rexha, Bledian Koka,
Gim Baçi, e përfundove ti Gimi? Ishte pak e gjatë? Nuk e përfundove as ti gjatë. Jo, asun po, unë të durimin ju, unë mund ta kisha lexuar. Klam ta lexoj me zot lart, po nuk e di pse unë mbërëzit të Albatrosin. Po ka më një se njerëzit din me lexu kanë Facebook i madh i vogël po le. Më përjashto thot Albatros. Pa esenca është më përjashto, tha publik se kuptova unë të pjesën kush ka bë diçka publike. Esenca nuk është më përjashto, esenca është kundër Elisës dhe tash gjithë kanë heshtë vetëm është që Zoja ka fol. Domethënë asgjë ka shkruar Syri, madje Syri dje i ka pri, domethënë informacionit që ka dhënë në leximin e tyre nga ajo që ka ndodhur brenda. Ndaj mora unë Bledin. Edhe absolutisht s'ka pas asgjë tjetër, unë nuk di kush e ka sulmuar publikisht Zojën Elisa Speropali prej se kjo ka nisë me fol. E dyta, gjërat që ka fol janë shumë interesante, janë sikur talking points i dëgjon muhabete kur shkon Bledi flet me të huj, Jorida Tabako flet me të huj, janë doje që istët që flasin me të huj, ka mujë Zoja me thonë sa ka qenë detyrë këtë muhabete. Po nuk e bëjsa pra për Ministër Lëkun dhe Kolltukun. Kjo çështje që thotë më përjashto, është legjitime, nëse kjo është pajtuar me përjashtu, le ta përjashtojnë për gjithë unë po e quaj hartim, ka mundur të bëhet sa ka qenë detyrë dhe do kishte një vlerë shumë të madhe, një vlerë spektakulare që ndoshta edhe kishte me prodhu diçka, po tash po pa problem. Ministër Lëk jo, por Facebook Lëk, sa të duash, Baçi. Është aktivizëm, është. Pas debatit djeshëm që ishe publik, normalisht që ose do kishim një njëri që do ulte kokën, ose një njëri që do vazhdonte. Edhe ishte rregulli që Elisa ka zgjedhur të prezantoj vetveten. Pra, po bëm betejë politike. Deri këtu jemi fair, ëh? Çështja është që kemi dy pika. Unë bie dakord me Albatrosin që disa gjëra duhen të thuhen në momentin kur ke fuqi për të thënë dhe për t'i bërë aty për t'i përmirësuar. Por kur thut sa të vërteta nuk është kur vonë, domethënë për të marrë me të gjëra që duhen marrë. Nëse janë të vërteta, do ishin të vërteta edhe kur ke qenë në detyrë i dashtën. Se domethënë kur ke qenë pjesë e sistemit, i ke pa vërtetat më mirë. Albatros, domethënë Nëse janë të vërteta në momentin kur kam dalur në, është pak. Jam i bindur, Albatros, jam i bindur që Sidorela kur na ka thirrë nuk na ka thirrë që dalim të tre me një mendje nga dera atje. Jo, po ndreu. Kështu që më lër ta bëj interpretimin. Ti po thua e vërtet, nëse është e vërtet, Zoja ka mujt me prezantuar të vërtetën kur ka qenë. Po më ndërpreve prap, as një fjali e ime s'do merret vesh. Mbaroj Gimi. Ajo ka të drejtë, edhe ajo që e vërtet është një perceptim i saj mbi atë që ndodh në Partinë Socialiste. Çështja është që dje, zoti Rama i bëri ditur dhe për shembull nuk e mor, ju kishit Braçin që pra këtu. Nuk e mor, edhe ai ka qenë me deklarata, domethënë duke filluar një betejë ta pa aprovuar nga kryetari, por nuk është marrë. Ndërsa Speropali çaj përmendi. I thatë kemi bërë ne, je investimi yni. Braçi më tha të gjithë jemi investimi i partisë. Po pra po, ai tha jemi investimi yni, po pse Braçës pse s'ia përmendi këtë gjë? Ti thoshte prit se do të urdhërojmë ne kur nëse do të kandidosh apo jo, me që si një rregull që e ka bërë partia. E kam fjalën që është një betejë politike, është një debat politik. Për mua debatet politike janë të shëndetshme. Ne duhet të ankohemi kur s'ka debat politik. A do përjashtohet Elisa Speropali pas kësaj? Nuk besoj. Po i tha dje, po bëre edhe një herë, i tha. Diku dallimi mes Braçës edhe Elisës në këtë rast të tjerëve të ngjashëm si Elisa, është se Braçë flet çka më thon, nuk shkon as në ambasada, as në JQ, as aty, ai që ka me thonë, e thotë në mënyrë transparente, edhe e mon pozicionin e vetë pavarësisht, a është pjesë e strukturës, a jashtë strukturës. Është një dallim thelbësor mes dy entiteteve. Zoja, për cilën personalisht kam shumë respekt, nuk mundet me marë flamurin e personit që tonë me batë ndryshimin për cilin po flet ti. Nuk mundet me batë. Ku e djove që thashun? Nuk mundet me batë. Komentin tënë të parë, për më përjashton e Speropalit. E respektoj Zoja Speropali, ishte në konotacion humori ajo që thash më herët për çarçafin që ka pasur të drejtë Rama, sigurisht ka mundësinë e vetëm në Facebook të thotë atë që mendon se mediatikisht nuk po shfaqet. Po. Sepse kjo gjë nuk u leu atje as në mbledhjen e grupit. Pra atje kjo reagimi sotëm që ta kuptojnë qytetarët vjen si pasojë e një zhvillimi të ditës së dieshme, që ishte pak ambig, se ishte një rrjedhë informacioni, por që me sa duket me reagimin e sotëm zonja Speropali konfirmon atë që ka ndodhur ditën e dieshme. Pra, ajo që zoti Rama ka thonë që shiko ti nuk guxon më ta bësh këtë gjën, dhe ishte një sfidë, dhe po e bëre edhe një herë ti do përjashtohesh, dhe që zonja Speropali ka kërkuar të drejtën për të replikuar në raport me atë që është thënë nga zoti Rama, dhe zoti Rama e ka ndaluar. Sot zonja Speropali kishte dy rrugë.
jo nesër, sot, ishte ose rrugën që të heshte dhe të nështrohe, ose rrugën që të rebelohe. Mendoj që akti flet qartë. Rebelim. Sot zonja Spirpali është rebeluar dhe ka treguar që gjitha ata dyshimet nëse kjo veprimtari ose kjo akti zonjës Spirpali, sidomos në 3 muajt e fundit, ka qenë, si me thënë, një akt sporadik i njeriu thjesht të mërzitur se e hoqen nga pozicioni, apo diçka më tepër, sot mendoj që është diçka më tepër. Se çfarë është? Se deri ku do shkojë? Se çfarë fati do ketë? Kjo gjitha mbetet për të parë dhe besoj ne do mbledhemi prapë këtu. Por minimalisht në këtë shkretëtirën e mungesës debatit që me cilën me drejtë miku im Gimbashi e përmendi, si më thonë që kjo është një gjë që duhet trajtuar, kjo është një gjë që unë ftoj edhe kolegë mikun ton Albatros të mos tentoj ta vrasë në gjenezë, sepse gjë më e thjeshtë është që ne t'i vrasim këto. Për në nga thjesht 3 veta që Albatrosi ta mbajnë. Jo, s'ka problem. Thjesht e kupton se unë e kuptoj Albatrosin edhe kur e ka mendimin e vet, edhe kur e ka provokim, por realisht mendimi dhe provokimi me sa duket shkojnë në të njëjtën drejtim në këtë rast. Unë do doja shumë ta inkurajoja. Ti mund të thuash po ke Partia Demokratike, do inkurajoja këtë, po, edhe aty, po duash, hajde bëjmë debatin, se unë nuk kam komplekse. Nuk jam dakord. M'fal, nuk jam dakord. Vetëm gjë që PD-ja është më vetë për jashtë politike. Nuk janë këta dy të djallë që dojnë me drejtu një partit majtë. Më ka rëndë se politikisht nuk janë Tereziu. Ata janë dy të djallë që dojnë me drejtu një partit majtë. Ata janë dy menësi ndryshme. Dy menësi të ndryshme. Nuk e di, a ke shpjeguar Albatrosit që këtu flasin çdo njeri se ato ide veta dhe nuk. Po ti je i djallë, një botë e din. Edhe ky është i djallë, një botë e din. Një parti. Janë dy mendësi ndryshme politike. Janë dy modele ndryshme politike. Mendësia juaj të majtëve si ku qëndron që ta di. Mendësia e të majtëve, partitë e majta shquhen për një disiplinë të mbrëmshme. Do më thonë, për një ato që quhet mbyllje e rradheve në rresht, është doktrinet majtës kjo njëri. Do më thonë, për atë disa njerëz nuk bën të majtë, shkojnë të e djata. Partitë komuniste. Do më thonë, partitë komuniste. Partia Albinit që mbron, për shumë. Partia komuniste është pjesë e korpusit të majtë. Partia Albinit, sa rezistenca ka përduar? Ndë një më pak e majtë, po të gjitha e në majta. Më falë, Partia Albinit, partia vetëvendosje. Ka disiplinë rresht, do më thonë, tak. A këtë është Partia Komuniste? Qofse drejtimi komunist është drejtimi disiplina e të mbrëmshme është drejtimi të majtës. Disiplina të majtës. Jo, Zoja është revelu, shqyqyrë që është revelu, shumë mirë ka bërë që është revelu. Një sekund tani. Regjia më ndihmoni pak me debatin e dieshëm të Spiropalit me Ramën. Çfarë i tha Rama sipas mediave? Jo, nuk janë në bazë të syrit, se i konfirmuam edhe me Amam. Ta siguroj që gazetarët e Topit shumë shërralli referohen syrit. Tani, Bledi ne me miq, mos fol ashtu. I referon rrallë thash. Herën e parë, a kemi transkript a supozim kjo? Herën e parë nuk erdhe në votim, po e konfirmonte dhe Elisa të shkrimi vet tani. Herën e parë nuk erdhe në votim, herën e dytë bëre çarçafin, herën e tretë nuk ka. Del jashtë grupit. Prandaj qeshun me këtë çështjen e çarçafit sa e bëri prap. Dhe them që thot herën e tretë nuk ka. Tek puna e partisë nuk mund të bëni drama. Edhe për këtë po të drejtohem ty, Elisa. Nuk dua të krijoni situata në parti. Partia ka 2 ngjyra, bardhë dhe zi. Ose bardhë dhe me ne, ose zi dhe përballë nesh. Ti s'mund të replikosh këtu, ti nuk merr fjalë, me ty është investuar PS-ja dhe unë. Shkojmë te përgjigjja e Spiropalit. Te po ndjek dhe Albatrosi me nëntë dy. O do të bish dakord me mua? Tani Spiropali thot, nuk është trimëri të përjashtosh, trimëri është të dëgjosh. Mo përjashto ti, jo ajo. Dëgjoj tash këtu e ka probleme, kjo fjali e fu edhe ka Albatrosi probleme. Ka probleme me njëna tjetrën. Ato e di gjithë Tirana. E di gjithë Tirana thonë. Një sekond tani. Kishte gjë emër Jovan Bregu? Domethënë që 2 gra kanë probleme, e di gjithë Tirana, nuk është lajm ajo punë. Por ajo që ju po thoni që është e saktë, ne nuk e dim, por supozojmë që është e saktë, e konfirmon atë që e thash, në partitë e majta disiplina e mbrëmshme është e shenjtë. Për atë, gjithë respektojnë Zot Libraçin, sepse ai flet, ban, por nuk është në rresht me partinë. Kjo zoja ka dalë për rreshtit partisë,
është rebelu, është dhe mendimi saj, ndoshta bë parti politike, ndoshta bë diçka tjetër, krejt ato janë legjitime. Edhe ajo për veprimin e vet pastaj do vlerësohet, do respektohet, por jo mo në emër të Partisë Socialiste. Nuk mund të paraqitet ajo në emër të Partisë Socialiste. Po pra po, e thot qartë ajo. Përveç më përja shtot, ajo thot, unë se kam me Partinë Socialiste, me mënyrën si po funksionon sot Partia Socialiste. Ku ishte mora pa 2 muaj kjo? Aty ka qenë. Aty ka qenë, do ta ketë thënë këtë që... Jo, se sigur ta kishte thënë syri do e dinte dhe këta gazetarët tu do e dini. A i thot që e ka thënë? Se ti thu që... Ne kemi thënë këtë të tjera. Në parti nuk e ka Di që e ka emrin Bledian Koka, në qëse do ta quajmë syri, e quajmë gjatë gjithë kohës kështu, se nuk besoj që ai e ka konkret. Unë erdha në studio kur e mora vesh që vjen Bledi, se e konsideroj detyrë patriotike ta luftoj errësirën që përfaqëson Bledi. Ka si thoya punë. Kjo ka lorë si zi. Unë mund të pranoj epitetin e zotit Albatros, pra e qiko... Kjo studio nuk është bardhëzi, Bledi? Pa tjetër. Mund të zgjedhësh vetë si në kam mamë. Jo, unë e kam shumë qef debatin. Thjesht e rëndësishme është bjem dakord për parimet me cilët do diskutojmë. A duhet apo jo një parti të ketë rebelimin që the ti tani? Unë mendoj që kjo është ke rebelimi. E parë për unë nuk pajtojnë me Albatros kur thotë që partitë e majta janë partitë të rreshtit. Këto janë partitë totalitare. Dhe Partia Socialiste, edhe pse në totalitarit e vetë, sidomos që kur e ka marrë Zoti Rama, sërish ajo parti ka prodhuar... Këse në eri majtje tonë më bu? Shke qenë, atë që flet do më që si duhet janë partitë e majtë? Mbasi të mbaroj emisionin do të regoj një sekret që shumë pak e din. Më zë do nga dalin majtë. Do shtë duhet më bëjë publike? Jo, nuk duhet avën se s'ka nevoj. Por do të them diçka tjetër. Do të them që kjo gjëja, si me thënë, është një zhvillim shumë i rëndësishëm, edhe jo vetëm për Partinë Socialiste, por për politikën. Pra, ne jemi të shqetësuar, dhe kam thënë shpesh, edhe kur kam folur për Partinë Demokratike, ne jemi të shqetësuar që në Partinë Demokratike ka pasur rrështim dhe ka pasur ullje koke, edhe kur në këmbim nuk ofroi asgjë. Zonja në fjalë nuk e ka filluar, mendoj unë, rezistencën sepse u hoq nga puna. Unë nga informacion që kam është se rezistenca e zonjës i ka kushtuar asaj vendin e punës, sepse ka nisur shumë më herët se sa në momenti kur ne kemi marrë vesh që ka pasur një konflikt. Dhe me Albatrosin jemi pajtuar këtë dhe Albatrosi e di shumë më mirë se unë, që Elisa Spiropali nuk u mërzit se u hoq nga puna. Elisa Spiropali u hoq nga puna sepse ishte mërzitur me atë që ndodhte në Partinë Socialiste. Dhe sigurisht pika e thyrës ka qenë pika e dobët e Albatrosit, pësoj që është Belinda Balluku. Po shoqja ime më e mirë në Tiranë. Prandaj po them pra. Shoqja më të mirë në Tiranë nuk kam si Belinda. Vlera e Albatrosit është sinceriteti me cilën ai përballet me të vërtetat e veta. Edhe është një njeri që në Partinë Socialiste gjithë i ngritën në këmbë, atë qoftaj në fshat, qoftaj në market, qoftaj të kafja e lagjës, do me thonë, i thojnë mot rajon, mot rezisto, mot shope, rrje fort. Pa tjetër. E ka e jo, gjithmonë ka pasur një lloj fetishi me hajdutët me pushtet në Shqipëri që ka ndodhur. Albatrosi respekton njerëzit për pushtetin apo për idet? Jo, unë mendoj që është shumë se hajdutët, po ajo që na thot Spaku është paktën është hajdutë. Megjithatë Shqipëria është Republikë Demokratike. Minimalisht Spaku na thot që ajo është hajdute në 9 tendera dhe ka abuzuar 1.1 miliard euro të shqiptarëve. Dhe minimalisht nisur nga kjo. Po edhe ne po supozojmë si Spaku. Kur të gjykohet dhe del vendimi. Po ajo s'pranon gjykohet, ky është problemi. Ajo ka vendosur të kërcënojë dhe të shantazhojë kryetarin e partisë vet, edhe për pak kohë, sepse nuk do të përballet me drejtësinë. Do janë gjonat mos njohje gjërave elementare kjo. Fakti është një njeri që ka frikë nga që ka bërë dhe fshihet aty. Që këtu, ata patën dëshirë ta futin aty në burg, ta bëjnë sigur metën me nxerr aty si një kafshë kopshti zoologjik, edhe sepse këtu prokuror tash po mendojnë që e kanë prek zotin me dorë. Avash, se demokraci nuk funksionon ajo puna. Po gjë që funksionon ajo puna. I gjë që vlen për me do të vlet edhe për Belindën, sepse pastaj jemi prokurori politike. Sistemin e mahershëm, po jo më, tash hajta fusim, ta bëjmë paraburgimin mas dëshkimore, edhe... Po, mos e vazhdojmë më këtë debatin e dy zonjave që ai shumë dhe shpesh e përmendni. Kjo quajti hajdut. Jo, unë me akuzat e Spakut. Një moment. Mendoj që është më shumë se aq. Po vetëm Spaku na thotë që është hajdute 1.1 miliard euro. Kemi ca vite të mira që nuk flasim për njerëz që ngren kokë, po themi, në Partinë Socialiste për të qenë zë ndryshe. Dhe këtë herë po duket që ka, pas ca vitesh të mira, e thash këtë. A e rrezikon për jashtimin? Dhe a do ta bënte kjo Partinë Socialiste me lejen e Bledit që të mos na ndërhy një, po themi, sozit asaj që u bë për hir të vërtetës vitet e fundit në PD me një lloj spastrimit atyre që mendonin ndryshe? Shko, e para domethënë nuk hyke ideja që për të akuzuar, po ajo që mi kam ndryshe nga Albatrosi është që mua më intereson idet, jo
jo thjesht, do të thënë, pra ka debat me ide, apo ka çështje personale. Inati mes dy zonjave, e kuptoj. Dhe unë e lexova edhe letrën e parë, edhe të letrën sot, më duket që Elisa është mbështet tek ide. Pra, ka qëndrime dhe kundërshton një gjë që ajo mendon se është qartësisht ide më e mirë se sa që ndodh në Partinë Socialiste. Këtu e shoh të pikë. Dhe po ta shikosh me kujdes, thotë që unë nuk e kam me Partinë Socialiste, e kam me modelin me këtë lloj raporti që po ndodh. Kam me Partinë Socialiste, po kam me Edi Rama. Albatros. Kush është Edi Rama? Edi Rama Partia Socialiste, më keq. Albatros. Këtë po thoshte Erion Braça në studio, tha duhet të ketë ndryshime, nuk duhet të pranojmë që të dali letra në mure të ngjitet atje se kush do ta drejtoj qarkun, po ta vendosin strukturat kush do jetë drejtuesi i qarkut. Ta vendosin strukturat kush do të jetë kandidati për Bashkinë e Tiranës. Pra të heqim dorë nga kjo që kryetari vendos kush do jetë drejtues qarku, kush do kandidojë për Bashkinë etj me radhë. Që është debat i shëndetshëm mbrenda një partie. Ky është debat shumë mirë, gjë që e mendon edhe Spiropali. Ne duhet të ankohemi kur nuk ka Albatros një sekondë. Ka çekoja, hiçe Belindën, ka çekova. Keq, duhet më thon këtë gjë. Ne duhet të ankohemi kur nuk ka debat. Ka treguar, ka konfirmuar ato gjë. Kur nuk ka debat është shqetësim shumë i madh. Mua më shqetëson mungesa e debatit. Një debat përmirëson qeverisin, një debat në opozitë përmirëson prapë opozitën, dhe unë mendoj që partitë politike, pasurinë më të madhe kanë debatin, kanë mendimin ndryshe, kanë ato që dialogon, po jo kur i mbaron afati vetë i pushtetit, jo kur i mbaron interesi, duhet i thonë atëherë kur janë në betejë sipër, më thënë, jo kur ikin, se pas betejës, si thoshte Napoleoni, jemi gjithë të mençur, çështja është që kur fillon beteja, a kemi mendje apo jo? Dhe unë mendoj që ky lloj debati nuk i bën keq. Çështja është si do reagojnë institucionet. Dhe unë mendoj që dje kishte një model që zoti Rama ja tregoi ballë për ballë Elisës, pa je investim. Ndërkohë, ajo, mënyra se si u komunikua, qartësisht do kishte një reagim. Ose nëse do kishte reagim, Elisa do të thoshte që përfundimisht, domethënë i kishte dhënë lam të mirë identitet dhe politik, dhe reagimi sot më tregon që ajo do ta vazhdojë këtë lloj betejë, qoftë edhe me kosto, duke thënë më përjashto. Një gjë do të më thonë këtu se Rama dje faktikisht ka rri në limitet e durimit të vet, sepse kur ka fillu kjo puna që e qunë qarqavë, të më thënë, e komunikimeve nëpërmjet rrjeteve sociale dhe qëndrimeve që i ka vendos Elisa, ka arë në një pikë, do më thënë, që u kriju ideja që leadershipi i ti, do më thënë, po sfidohet. Dhe tash ajo është dashur, ishte momenti i fundit, që Dragonte si lider partijet, të tregoj që këtu unë jam zotë shpije, që ai është zotë shpije, do më thënë është kryetar partije, përderisa është kryetar partije, është zotë shpije, edhe ai e ka vizatu, e ka vizatu vjen e kuqe, sepse që ka thonë Elisa në gjitha të gjëra, përfshirë dhe këtë të fundit, do thënë janë sfidime të autoritetit drejt për drejt të kryetarit partisë. Edhe tash pas kësaj gjëje që ai bëri dje, edhe kjo, do më thënë, me sot që më tha më përjashto, përjashtimi është gjëja e vetme logjike duke besuar tek syri yt elegant. Fotoja që ka zgjedhur për të thënë më përjashto me Shqipërinë nga pas. Jo, mirë, për rregull tash, secila femër që merret për politikë në radhë parë shikon fotografinë që po e nxjerr, domethënë detaje. Po ka një mesazh që ka thënë Shqiponjën nga pas. Po, normal, domethënë, ajo mundohet me ndërlidh me çado që shikon mendjen e vet, por nuk mendoj që është politika ka dhe simbolika, ajo simbolika. Nuk është bre. Nuk është Elisa ekuivalent i Belindës, se Belinda ti mbledh 10.000 socialista me një telefon. Sa ti mbledh Elisa, ta thojmë realitetin. Ty është dallimi. Belinda me një telefon, 10.000 socialista ti mbledh tak vizatohen aty. Gjitha sa i mbledh kjo, vendos flamurin sa dush mrava. Politike që ka artikuluar në herë Belinda Balluku. S'ka nevojë më me artikull. Ajo është person në rolin ekzekutiv, operativ, merret me struktura, zbaton urnat e kryetarit, zbaton vizionin atij. Ajo është funksioni, kjo është roli i saj. Mbledh vota, rrit vota, por nuk ka një kryetare ka partia, s'mund të bëjë kryetare. Zëvendës kryeministre, superministre, me superministre. Nuk ka qenë kryeministër. Në intervistë një tezë politike, një mendim politik. Nuk ka qenë funksioni i saj me artikulu teza politike. Sikur kishte qenë funksioni i saj me artikulu teza politike, do ishte në funksion tjetër. Ajo ka pas funksion ekzekutiv. S'ka asgjë, s'artikulon asgjë. Problemi të botës që kanë me
Belindën, sepse Belinda është shtyllë e Partisë Socialiste. Këta dojnë mi arrënu shtyllën, por në të nxjerrin krokodilin, mos t'i binë për rreth. Ajo është trau i thyrë Ajo është shtyllë e Partisë Socialiste. Jo, është një, nuk është e vetmja. Problemi është që zoti Rama sot është mirë që nuk del tolerancë për shpëtoni nga njëri që më ka marrë peng në kërcënon nga një zërdar. Kjo është e vërtetë. Rama po dridhet sa ta sheh Belindën kam të lëshoj. Ore, shiko. Lejat mohabet për zot. Belinda që është me orë pune, e di dhe vetë. Problemi është që ne kemi fati Belindës, është një drama i ka mbaruar Belindës. Ne po diskutojmë gjë që ka mbaruar, po Belinda ka më të rikthy ma fuqishëm sa që menon ti, ka më rikthy ma fuqishëm sa që menon ti, edhe do ta qofse mendon që këtu sa më shumë vjedhësh, të bën më të as për partinë dhe as për Shqipërinë. Nuk bëhet e vërtetë nëse ti thu po vjedh dhe bëhet e vërtetë, nuk ka vërtetë. Çfarë mendoni? Ledi, a ka persona të tjerë në Partinë Socialiste që mund t'i bashkohen frymës së zonjës Spiro Pali apo është vetëm në këtë betejë? Sigurisht që ka, mendoj që ka shumë rryma brenda Partisë Socialiste, të cilat do nxjerrin kokën sapo zoti Rama mund të ketë një moment dobësie. Në momentin kur të vdes Rama. Jo më herët. Mos e dhën zoti, unë nuk. Jo më herët, domthon më herët jo më herët. Kjo artikulimi i vdes mos. Jo më reprezenton realitetin. Punë e Europit është politika. Edhe Sali Berisha dhe Edi Rama e kanë një gjithë përbashkët, domthon do jetojnë 250 vjet, secili edhe ka. Deri ta mbaroj, po. Ta mbaroj këtë. Shiko, mendoj që jo ka, po janë duke vepruar. Për shembull, paralelisht me edhe në dinën time edhe zonjën. Na tregon kush janë marrë që të merremi me to? Ditmir Bushati është një i cili po artikulon këtë tezë, pra ka një rrymë, po e themi kështu, pro-europeiste brenda Partisë Socialiste. Edhe ai Masira. Arben Malaj në kam parë po ashtu të flasë. Edhe Arbeni, gjithë pasi kanë. Pra janë disa njerëz që shohin që Partia Socialiste me qëndrimet që kanë bërë sidomos në rastin e Belinda Ballukut është futur në një rrugë kolizioni së përplasje me atë që është aspirata e vendit Bashkimin Evropian. Pra nga ajo artikulimi që kishte zoti Rama vitin e kaluar. Keni bë më jo që me shqut Shqipërinë në BE, po vazhdoj po flisni thuaj se keni bë kush e di çfarë kontributi me Shqipërinë në BE. Po jo keni bë çdo send që kundër në raport me atë më po leja gjë. Edi Rama ka afruar Shqipërinë në BE. Edi Rama ka afruar Shqipërinë në BE. Edi Rama ka bërë element elektoral Sara Milen edhe Arken Ballën. Ne kemi këtë drejtë. Edhe ju i keni ekuivalentat e juaj. Kaq është ne kemi kthyr Shqipërinë në lavatrish e pastrimi parave që është një arsye të Shqipërisë të integrohet. Përsërit edhe mendoj që po bëhet e vërtetë kjo. Banka elektronike që janë kundërshtim me MSA-n. Ne kemi lënë vendin pa port, ne kemi dhënë aeroportin dhe qiellin dhe tokën njeriu siç thoshte ish zëvendës kryeministri i Shqipërisë. Ne kemi bërë gjithë, më ke drejti. Po më le të mbaroj këtë. Fakti që përsërit nuk e si antar qeverie, ai është si antar qeverie. Ore, është thotë Lut Dervishi me drejt. Opozita e ka qeverisur në mënyrë shumë të keqe Shqipërinë 13 vjet e fundit. Kjo është pak po e vërtet. Po themi që le ta shtojmë dhe një problem tjetër dhe i të keqe që ka Partia Socialiste. A ka grup Spiro Pali brenda PS-s? Jo. Është vetëm. Jo, me sa shoh, domethënë se do kishte një lloj debati, është vetëm dhe është një model që Rama e përcaktoi dje. Vetëm të gjejmë pas marrëdhënie, nëse mundem. Nëse do bëjmë dakord që ka rryma, padyshim që ka rryma. Në një mazhorancë gjithmonë ka rryma. Të cilët kryetari i partisë menaxhon duke bërë ndryshime, duke bërë deri tani nuk ka. Sepse edhe vetë mënyra se si ka qenë edhe në pushtet, edhe tani që mundon që nuk është në raportin e kësaj, që nuk është në qeveri, pra nuk është në poste, edhe ka qenë një lloj vetmie, nuk është se ka patur një lloj grupazhi me cilën mund të themi për shembull, rrymë në PS mund të ketë më të fortë Erion Braçe, që ka një histori historik. Ka 5-6 veta që e ndjekin. Ka disa që e ndjekin, ka disa që e mbështesin dhe po ta shohësh me vëmendje. Po ta shohësh me vëmendje, sa i kujdesshëm me Rama në pozicion në raport me Braçën që nuk e ka komentuar lëvizjen e tij, nuk ka bërë komente kundër, nuk ka asnjë qendrim që zakonisht Rama i ka qendrime shumë të shpejta lidhur me ato që ndodhin brenda Partisë Socialiste dhe më drejt, sepse kryetari domethënë i menaxhon grupet dhe i menaxhoi grupet. Por deri tani edhe reagimet janë personale dhe nuk ka një format. Do të shikojmë pastaj nëse do ta vazhdoj këtë betejë në kuvend, nëse do të vazhdoj me fjalime të tjera. Pra, nëse do ta qëndrojnë këtu, nëse do bëjnë një kompromis, se në politikë është e kompromisit, dhe duhet parë, por ajo që është me interes, ajo që nuk e la, pra nuk e la debatin, siç e mbylli zoti Rama dje. Vendosit ta vazhdoj në një model këtë tjetër, duke mbajt prapë konceptin e parimeve. Partia Socialiste, si çdo parti tjetër e majt e madhe, është një lloj konfederate. Është një lloj konfederate, që do të thonë aty, kjo është, secili e ka atë krahun e vet.
Edhe në parti totalitare, krahët të ndryshëm eliminohen sikur që i ka eliminuar Veri. Hiç njonin. I ka fut burg, i ka vrarë, i ka bërë. Ndërsa në të majtën moderne, ai modeli totalitar është zavendësu me disiplinën e brendshme. Çdo parti e madhe ka disiplinë. Ndërsa zoja Spinopali nuk ka krah. Nuk ka krah. Standard dyfisht që kur e bën Berisha e quan komunizëm, kur e bën Rama e quan disiplinë. Ndaje nëse është komunizëm apo disiplinë. Një person I cili si përgjigjet interesave të partisë. Njësoj me të kanë vepruar. Partia Demokratike është parti e djathtë. Partitë e djathta janë të djathta sepse e refuzojnë modelin e majtë të organizimit politik. Nuk mund është ti, do më thonë tash, me filtrin, me cilin le vlerëson partinë e majtë, me vlerësu partinë e djathtë. Tash, partitë e djathtë e majta kanë krahet shumëta. Edhe, është një lloj konfederat. Elisa Spiropali nuk ka asken mas vete. Po, e qartë, prandaj bëra pyetje. Mbaroj se fjalën Bledit atë. Minimalizëm, bëri minimale Albatrosi, se e tha koncepti që majta me djathtë ndahet me disiplinën. Unë them që ndahet nga I det, megjithatë. Ajo e thoshte tek publikimi se mua ajo pjesë më tërheqi vëmendjen, çështjen e mos shkuarit në votim për çështjen e Ballukut. Shiko. Në raportin e kësaj, unë mendoj që ti mund të kesh mendim kundër, por vendimi I partisë është një logjik që ti do I bindesh. Do thush që unë mendoj ndryshe, por votoj këtë gjë sepse fund fare kështu janë konceptet kolegjiale dhe këtë nuk e ke marrë vesh sot, e ke marrë vesh ditën e parë. Domethënë, pra nuk është një gjë që e mësove rrugës dhe u habite. Në këtë lloj pikë mendoj që ti mund të kesh thua që unë kam mendim kundër, kanë mendoj ndryshe, por do I bindem vendimit të partisë dhe duhet dish ta mbrosh të gjë. Unë nuk jam që ti për çdo gjë ta rebelosh sepse ka një lloj logjike politika, mendon që ti do të ndjekësh atë forumin tënd ku merr pjesë. Unë jam që ti ta thuash mendimin tënd, prapë vendimin e grupit nuk të bën asnjë gjë të keq që ta zbatosh nëse ti e ke justifikuar qëndrimin tënd në politikë. Këtu në këtë ajo zgjodhi të refuzonte, që ishte një pikë që e bëri të qartë dhe që nga aty filloi ky lloj debati. Problemi është do mbetet parimor apo do është personal. Mua në moment që bëhet personal nuk më intereson fare, është një fakt politik I një personi. Në moment që është parimor dhe hyn punë mazhorancës, do thotë hyn punë sepse qeveria merr vendime për gjithë qytetarët shqiptar. Dhe përmirëson këtë gjë, atëherë duhet na shqetësoj. Nëse hyn punë apo jo. Pra, në këtë lloj pikë modeli jam I shqetësuar ose jam I interesuar. Dhe kur flas për debatin mazhorancë, dhe kur flas për debatin opozitë, sensin e kam që a sjellin një gjë më të mirë për qytetarët, po jo për X-in apo për Y-in personalisht. Ledi, për ta mbyllur, po. Ajo që duhet të them në përpyetjen tënde, a ka apo s'ka njëri zonja Spiropali nga mbrapa? Unë mendoj që përgjigjja vjen nga reagimi I dieshëm I zotit Rama. Pra, dje më shumë se sa, ose më saktë, më shumë se sa lajmi që zonja Spiropali bëri hapin tjetër, në fakt ishte reagimi I dieshëm shproporcional I zotit Rama, që tregon që Elisa Spiropali nuk është një rast I izoluar, sepse po të ishte një rast I izoluar, zotit Rama do të interesonte që ky rast I izoluar, të kishte zë të vazhdonte sepse ne këtu do na mbyllë gojë të themi ja, Partia Socialiste paska demokraci. E kupton? Po fakti që zoti Rama e vuri në tabelën e qitës, tregon që gjëja nuk është aq e izoluar. Dhe informacioni që ai mund të jetë shumë më i sa ç'kemi ne sot për të përgjigjur ty, po e vetëm mënyrë se si mund ta lexosh zotin Rama është duke parë se çfarë thot zoti Rama dhe si vepron zoti Rama. Reagimi I dieshëm I zotit Rama është proporcional dhe duket që ajo që bën zonja Spiropali, me sa duket nuk është vetëm një rast I izoluar njeriu që siç thot Albatrosi është njeriu I mërzitur, por me sa duket është diçka shumë më shumë se aq. Kjo është spekulim mbi atë që ne shohim. Mund të jetë ashtu siç thot zoti Albatros që s'ka asgjë tjetër, po mund të jetë shumë më shumë se aq dhe është një gjë që zoti Rama e parashikon një tërmet, të cili mundohet ta godasi, siç godasin liderat e fortë parti, duke e bërë shembull atë që është I pari I grupit. Nga krenaria e fitores së Shkodrës, do ta bëj pyetjen më dura? Nga krenaria e fitores së Shkodrës me zonjën Spiropali si drejtuese qarku tek komentet e Skënderbeut edhe tek sfida më përjashto. Me një fjali, si përgjigjet Rama sfidës më përjashto? Unë mendoj se do e përjashtoj. Do e përjashtoj? Absolutisht, nëse nuk e përjashton, atëherë del që domethënë le ta përjashton vetvete. Faleminderit të treve shumë për komentin tuaj. Ja, pra na doli lajmi I fundit teksa bëheshim gati për të futur. Mirë që futëm të dytët. Po, mirë që nuk u futët atëherë kur ishit paralajmëruar të një program publicitet, kthehemi pas pak.
Nëse në fillim kishte aludime se çfarë fshihej pas ngjarjes së Lezhës, tani më duket se këto pikpyetje janë zbehur, e bëhet fjalë për ngjarjen që dyshohej të 2018-ës, një vrasje që mund të ketë sjellë gjakmarrje mes dy fisëve. Jam në studio me Margarita Kolën, avokate, faleminderit shumë për kohën tuaj sot. Pastori Akil Pano, shumë faleminderit. Kemi folur edhe herë tjetër bashkë për gjakmarrjen plag në vendin tonë, sidomos në këto zona. Pjetër Gjoka, misionari i pajtimit të gjaqeve, është me mua në një lidhje direkte. Mirëdita, Pjetër. Faleminderit. Tani, përpara se të nisim bisedën, Margarita, nga ngjarja në fjalë, dëgjova ditën e dieshme, kisha dhe ekspertë të fushave të ndryshme që thoshin është të mos e zbatosh kanunin në rast se vret një grua. Në gjykimin tënd, qoftë edhe ky profesional, si e pe si ngjarje? Në lidhje me mos zbatimin e kanunit, besoj, po më pyet, sepse në lidhje me zbatimin e ligjit, domethënë vrasja absolutisht është e dënueshme dhe nuk është zgjidhje për asgjë. Por është e vërtet që ne shohim ngjarje të ndryshme të cilat ne i lidhim dhe i quajmë gjakmarrje, por në fakt nëse analizojmë kanunin, se kanuni i Lek Dukagjinit, po e them këtu, studiohet edhe në disa shkolla prestigjose të botës, sepse merret si e drejta zakonore, ose si janë qeverisur njerëzit nëpërmjet kanunit. Po kanuni është bazuar në moralitet, ka pasur parimet e kanunit vinin nga morali. Pra çfarë ishte e pëlqyeshme dhe e pranueshme në atë kohë, është hedhur dhe është shkruar në kanun. Natyrisht që në qoftë se do të ishte një gjakmarrje e pastër ose një zbatim i kanunit, natyrisht që gruaja në fjalë nuk do të ishte pjesë e kësaj gjakmarrje. Pra, a e dini se si është rregulli me kanunin? Nëse dikush vinte gjaksi jot për të të vrarë dhe ti ishe dhe të shikonte që ishe shoqëruar me një grua, do të kthehesh mbrapsht dhe do të gjente rastin kur ti do ishe e pashoqëruar me një grua dhe do ta merrte hakun ose gjakun kur ti ishe i pashoqëruar me një grua. Pra, këto janë vrasje të cilat në termin e përgjithshëm do të quhen hakmarrje. Janë për gjakmarrje sepse mendohet që ka ardhur nga një konflikt i mëparshëm, por nuk është ushtrimi motamo i kanunit, pra nuk është zbatimi i kanunit. Më të roqi vëmendjen, pastor, një koment ditën e dieshme nga një koleg gazetar i cili thoshte kohët e fundit personi në fjalë lëvizte në çdo vend vetëm me bashkëshorta, na thua se ndjente se diçka do ndodhte. Po ka mundësi që lëvizje me bashkëshorten. Unë kam jetuar në veri të Shqipërisë për vërtetës 5 vjet në Shkodër në vitin 95-2000 si misionar me kishën, edhe 97-a për veriun e Shqipërisë veçanërisht Shkodrat, Ka qenë vështirë, komisariati u doq 2 herë brenda një viti, nuk ka pas rend publik dhe ishte një vit i cili përballi qytetarët shqiptar me një masakër, hakmarrje, gjakmarrje etj. etj. Të lëvizësh bashkë me bashkëshortën në një farë mënyre kërkon një lloj garancie në publik që nuk do ndodh krimi i gjakmarrjes. Pra pala tjetër nuk do të hezitojë ose do të të ruaj që të gjej vetëm, pak a shumë. Kjo është ideja. Por megjithse zotëria ka lëvizur bashkë me shoqen, ai nuk ka penguar dot dorën e vrasit apo gjaksorëve të tij. Viti 2018, viti 2026 janë rreth 8 vite, të cilat nuk janë shumë në raport me historitë e ngujimeve të 10 apo qindra familjeve që kanë qëndruar të ngujuar edhe 20 vjet, edhe 30 vjet, edhe 50 vjet. Pra është tmerr, por duhet kemi parasysh një gjë. Aty ku shteti është i dobët, njeriu prirë që të marrë fatet e jetës së tij në duart e veta. Dhe fatkeqësisht mua më rezulton që për gjatë këtyre 30 viteve, për një arsye apo për një tjetër, veriu i Shqipërisë është lënë në duart e njerëzve për vetë administrimin e tyre. Sepse ti thua institucionet i dinë kush janë fiset që kanë këto lloj problematikash, gjakmarrje me njëri tjetrin, duhet bëjë një ndërhyrje në mënyrë, domethënë, jo vetëm rasti i Pjetrit i cili është për atë punë, për të ulur, për të folur me fiset e tjerë me radhë, duhet i marrin institucionet. Po nëse ky zotëria i cili ka dalë i pafajshëm nga gjykata, okay? Pra bashkohem me pastorin. Personi që humbi jetën. Po që humbi jetën. Do të ishte sot në burg, a do ishte e mundur që ky të dilte tani dhe ta vriste në rrugë? Është shumë e thjeshtë. Është duke paguar për një krim që kishte kryer. Po pra do ishte brenda në rastin e gjakmarrjes, fatkeqësisht, morali nuk ka ruajtur dot të mbrojë jetët njerëzore të kërcënuara nga krimi i gjakmarrjes. Morali, feja nuk ka arritur dot të i ruajë fatkeqësisht. Shteti, jo. Fatkeqësisht edhe ato amortizatorë shoqërisë, të cilët janë pajtuesit e gjaqeve, me gjithë punën e mirë që hera herës bëjnë, ka raste të cilat te kalojnë kapacitetin njerëzor për të ruajtur dhe për të mbrojtur jetët njerëzore.
Unë kam qenë vetë dëshmitar i krimeve të kësaj natyre, madje dhe në rrethin familjar tonin në veri të Shqipërisë kemi pas njerëz cilët janë rrëmbyer. Jeta atyre është ndalur për shkak të krimit të gjakmarrjes. Fëmijët e tyre janë lënë pa baba. Pra historia e gjakmarrjes është një histori reale, nuk po flasim për krime banale, po flasim për krime të cilat janë të paralajmëruar, pra këto janë kronika të paralajmëruar të një krimi, pra është një dimër i gjatë vetmie, ngujimi, dhe që në momentin që nis gjakmarrja duhet kuptuar që nuk do frenohet vetë pa ndërhyrjen e dikujt ose një institucioni. Dhe veçanërisht në zonat e veriut të Shqipërisë është një histori që nuk mbyllet lehtë. Ja ta dëgjoj pak. Pjetër, të lutem, më shpjego historikun shumë shkurt mes këtyre dy fiseve. Po. Ngjarja ka filluar në 2016, jo në 2018. Okej. Atje është vrarë një nga Lekbibajt, i fisit dhe i shtëpisë Mhillaj. Ja janë akuzuar Reshniku, Indjeri, me vëllezërit e tij. Kanë vazhduar gjyqjet për 10 vite takon. Dhe disa gjykata apeli, domethënë e shkallës parë dhe apeli kanë dhënë pafajësinë për mungesë provash, ndërsa gjykata lartë para pak vitesh e ka rikthyer në themel çështjen prapë. Pra gjykata lartë ka gjetë prova, për ta rikthyer si duket. Bitë ka prova. Dhe imagjinoni një vrasje e pastër, pavarësisht mund ta akuzoj se e ka vrarë këtë, po me shtohet të zvarritet nga institucionet e ligjit, nga institucionet e drejtësisë 10 vite pa dhënë drejtësi. Pajtimi dhe falja lehtësohen për të bërë kur organet legjizlatuese bëjnë detyrën. Kur gjendja e kundërshtarit që ka krijuar dëmin është ndaluar. Kur ligji zbatohet në koreksi dhe pas zvarritje. Domethënë, kjo tregon edhe një herë atje ku ishim, për organet e drejtësisë, që kemi pas shumë mbrojtje, po dhe tani, me ardhin e SPAK-ut, me formimin e SPAK-ut, me gjithë përmirësimet e duhura, tek i cili kemi akoma shumë besim, përsëri problemet zvarriten pafund. Dhe këto janë një premisë, një shkak tjetër për të kaluar në vetëgjësi. Po dëgjojmë vëmendje dhe po thoje diçka lidhur me mënyrën se si ishte trajtuar nga drejtësia ngjarja e 2016-s që tërheqi vëmendjen e avokatës. Ta dëgjoj pak shkurt ndërhyrjen e Margaritës, po. Shiko, dihet domethënë problemi i zgjatjeve të gjyqeve nuk është vetëm problem Shqipëria. Shqipëria e ka jashtë çdo dimensioni dhe standardi, por në përgjithësi proceset gjyqësore, nëse futesh në ingranazhin e drejtësisë, ka burokracitë e veta dhe ndiqen procedurat e veta. Ajo që më bëri përshtypje është që, sepse deri tani mediat, zotëria tha diçka, një detaj, që për ne të drejtësisë është diçka që na bën të elaborojmë më shumë. Të gjitha mediat kanë thënë që është gjykuar, ka marrë pafajësinë, dhe si rezultati i kësaj në një farë mënyre, këta vepruan sepse drejtësia nuk veproi. Në fakt, me këtë detaj të ri që çështja është kthyer për rigjykim, do thotë që gjykata e lartë ka gjetur probleme me ligjin, sepse është gjykata e ligjit, ose procedurale të cilat i ka kthyer për rigjykim. Dhe i bie që përsëri kjo çështje është në ingranazhet e gjyqësorit dhe mundet dhe ka shumë mundësi përderisa është kthyer nga gjykata e lartë që të ketë prova dhe fakte të tilla të cilat i ka vlerësuar gjykata. Kështu që në këtë kuptim, domethënë nuk ka asnjë lloj justifikimi, as më përpara nuk ishte justifikim, po s'ka asnjë lloj justifikimi se po pritet të flasë drejtësia. Dhe kjo është e rëndësishme. Tani, drejtësia flet në mënyrë që ta heqë ekzekutimin e drejtës nga dora ime. Pra ta ekzekutoj ligjit të drejtën, në kuptimin që ligjit të gjejë të drejtën dhe të vendosi për fajtorin. Ndërsa në këto kushte jemi, pra del dikush që akoma pa folur drejtësia, sepse s'ka fol drejtësia akoma. Nuk e ka thënë fjalën përfundimtare, edhe ai bën vetë gjyqësi. Mbani më çfarë thamë atëherë kur i ndodhi të ndjerit gjyqtarit ngjarja që i ndodhi në mes të seancës.
Shumë veta thoshin nga që zvarriten gjyqet, njerëzit janë thjesht... Ajo nuk ishte, shiko, ajo nuk ishte gjakmarrje, duhet ta interpretojmë. Arsyeja pse njerëzit u irrituan ishte për shkak të zvarritjeve që i bëshin çështjeve të tyre. Por kjo nuk do të thotë që dikush merr pushkën në dorë dhe ta justifikoj me gjakmarrje. Sepse e theksoj dhe një herë, gjakmarrja ndodhte për arsye të caktuara, sipas kanunit të lek Dukagjinit. Jo se më pesh trembur, jo se u ngatruam për bimët narkotike, sepse ndodhin edhe për këto raste. Në një kohë që nuk e njifte kanuni lek Dukagjinit bimët narkotike. Sot po zihen dy fise për bimët narkotike e imja e jotja dhe po e justifikojnë sikur është gjakmarrje. Unë do thoya këtë që aty ku shteti është i dobët, njerëzit shkojnë tek vetgjyqësia. Problemi kryesor që neve kemi në vend është ndërtimi i shtetit. Tjetra, një person që vret, duhet ta ketë parasysh që proverbi i lashtë biblik, ai që vret me shpatë, nga shpata prap do të vritet. Na shpërfaq nevojën e madhe për të kuptuar që krimi i vrasjes është një nga krimet më të rënda, mbase më i rëndi që njeriu mund t'i bëjë njeriu. Dhe vrasësit nuk duhet interesojnë të dalin shpejt nga burgu në rastet kur kërcënohet jeta e tij nëpërmjet gjakmarrjes. Sepse unë jam në dieni të vrasësve që kanë bërë një krim gjakmarrje, që janë dënuar me 20 vjet ose me 25 vjet, mirë po pas viteve të para nëpërmjet kërkesave, apelimeve etj. Procedurave kanë dalë nga burgu dhe me 14 vjet burg, edhe me 12 vjet, edhe me 8 vjet burg për vrasje. Dhe imagjino, këta janë gëzuar me idenë se tash shpëtova, marrova punën me ligjin dhe me shtetin, por gjaku i personit që këta kishin marrë jetën është gjithmonë i nxehtë në memorien, në zemrën, edhe në shpirtin e asaj nëne që do të vuaj gjithë jetën e vet, asaj bashorte e të ve që do të mbyllë jetën e vet duke rritur ata fëmijë pa bab, e histori e tillë. Kjo është një histori. Të çift kishin 4 fëmijë. Ky është një qerthull i mbyllur që nuk përfundon ndonjëherë. Nëse do referohemi kanunit, kjo nuk mbaron si histori. Për këtë arsye, neve kemi ndërtuar shtetin e së drejtës, shtetin e ligjeve, ku unë i bëj apel institucioneve shtetërore që vrasjet për gjakmarrje të marrin dënimin më të lartë. Kjo është një temë që padyshim meriton, duke u kërkuar shumë djes të dyve për minutazhin e pak, është një temë që meriton shumë gjëre gjatë të flitet, sidomos çështja e gjakmarrjes në Shqipëri. Për shembull, ata 4 fëmijët i ka lënë pa të 2 prindrit, edhe është për të ardhur keq sepse janë shumë të pafajshëm në mes të gjithë kësaj historie. Po mendoni që këta fëmijë do të rriten? Patjetër me frymën e urrëties. Me këtë frymën që dikush në një moment dikush i ka marrë jetën, i ka marrë babain. Ka marrë jetën babait të tij dhe atëre ku jemi? Jemi përsëri tek ai rrethi që shkojnë, pra që duhet një forcë centri pete që ta nxjerrë jashtë dhe kush është ajo forca centripete, kemi detyrë në shoqëri ta përcaktojmë. Margarita, gjithë një kënaqësi, gjithmonë e mirëpritur pastor, shumë faleminderit për kohën, kemi mbritur në fund, pas pak jeni me edicionin informativ, bashkë shihemi nesër, kalofshi mirë.